Ajo hyri në një godinë luksoze me rroba të thjeshta dhe një email në celularin e saj të krisur dhe e morën për shaka. Pak minuta më vonë, u zbulua se ajo grua e thjesht ishte, në të vërtetë, pronarja e re e kompanisë. Dhe çdo njeri që e përçmoi do të detyrohej të rishikonte se çfarë do të thotë vërtet pushtet. Nëse kjo histori ju interesoi, mos harroni të abonoheni në kanalin ton dhe na thoni nga cili qytet po na ndiqni, vazhdojmë. Unë ju premtoj se kjo do të jetë historia më e mirë që do të dëgjoni në jetën tuaj. Kapitulli 1. Dielli i mëngjesit pasqyroi në xhamat e rrokaqieve të bulevardit Dëshmorët e Kombit, duke e shndërruar Tiranën në një mozaik drite dhe betoni. Ishte një e martë e zakonshme, me trafikun tashmë të bllokuar që në orën 7 të mëngjesit drejtues të nxituar që ecnin me çantat e tyre prej lëkure dhe gotat e kafes në duar dhe zhurmën e vazhdueshme të një metropoli që nuk ndalet kurrë. Në mes të gjithë asaj zallamahie, Mira Kola zbriti nga autobusi në lartësinë e numrit 2500, duke mbajtur me kujdes rripin e konsumuar të çantës së saj prej cope. Ajo ishte 42 vjeç, por jeta i kishte lënë shenja që e bënin të dukej disa vite më e madhe. Fytyra e saj ishte delikate, me tipare të buta, por kishte një thellësi në sytë e saj ngjyrë kafe që zbulonte histori të patreguara. Flokët e saj të zinj ishin mbledhur në një topuz të thjeshtë, me disa fije rebele që i shpëtonin anash. Kishte veshur një bluzë të bardhë pambuku që ishte larë aq herë sa pëllura ishte zverdhur lehtësisht në qepje, një fund gri që i arrinte poshtë gjunjëve dhe sandale të zeza plastike që bënin një zhurmë të lehtë me çdo hap. Mbi sup, mbante atë çantë cope të zbehtë që kishte njohur ditë më të mira. Mira ndaloi në trotuar duke vëzhguar ndërtesën përballë saj. Godina Basha ishte një nga më madhështoret e zonës, me 40 kate xhami të errët dhe strukturë qeliku, emri i korporatës shkëlqente me shkronja të arta në maj. Njerëz hynin e dilnin vazhdimisht nga holli kryesor, të gjithë të veshur me kostume pa të meta, fustane të prera me porosi, këpucë që me siguri kushtonin më shumë se qiraja që Mira paguante në muaj. Ajo mori frym thellë, duke ndier një shtrëngim në gjoks. Nuk ishte frikë, saktësisht. Ishte diçka më e thellë, një ndërgjegjësim i mprehtë se ishte gati të hynte në një botë që gjithmonë e kishte trajtuar si të padukshme. Kaloi rrugën kur semafori u bë jeshil, hapat e saj të matur dhe të kujdesshëm. Lëvizja e qytetit vazhdonte rreth saj, indiferente. Shitës ambulant shisnin ujë dhe pije freskuese në përqoshe, një artist rruge i binte kitarës pranë hyrjes së metros dhe aroma e kafes nga furrat e bukës përzihej me erën e karburantit të autobusëve që kalonin. Mira ju afrua hyrjes së ndërtesës, duart i djersiteshin lehtë. Përmes dyrëve të xhamit mund të shihte hollin e hyrjes, të gjithin të veshur me mermer të bardhë, me lambadar të mëdhenj të varur në tavanin e lartë dhe një shatërvan të madh në qendër, ku uji binte në formë ujvare. Kur shtyu derën rrotulluese dhe hyri, ishte sikur të kishte kaluar një portal për në një univers tjetër. Ajri i kondicionuar ishte aq i fortë sa ndiu një të dridhur të menjëhershme në krah. Zhurma e qytetit u shua, e zëvendësuar nga një muzikë instrumentale e butë që luej në altoparlant të padukshëm. Hapat e saj me sandalet plastike bën jehon në dyshemen e mermer të lustruar, çdo tingull dukej se bërtiste praninë e saj të papërshtatshme në atë hapësirë. Banka e recepcionit ndodhej në të majt, një strukturë e gjatë dhe e lakuar prej drurit e errët dhe me sipërfaqe graniti të zi. Pasaj, 2 recepcioniste punonin në kompjuter të gjeneratës së fundit, të dyja të veshura me uniforma të patëmeta ngjyrë blu të errët me shami mëndafshi të kuqe në qafë. Mira u afrua, duke u përpjekur të injoronte mënyrën se si të dyja gratë ngritën syt njëkohësisht dhe e matën nga kokat e këmbët në një fraksion sekonde. Recepcionistja më e afërt, një grua rreth të 30-tave me flokë biond të kapur në një model flokësh të sofistikuar dhe grim perfekt, rudhi lehtë vetullat. Etiketa e saj e identifikonte emrin si Anisa Leka. Ajo nuk tha asgjë menjëherë, vetëm vazhdoi ta shikonte Mirën me një shprehje që përziente kureshtjen dhe përbuzjen. Mirdita, filloi Mira, duke u përpjekur ta mbante zërin të qëndrueshëm. Kam një takim të caktuar këtu sot. Anisa shkëmbeu një vështrim të shpejt me kolegen e saj anash, një brune me syze me skelet të shtrenjtë të quajtur Jona Dervishi. Kishte diçka në atë vështrim, një komunikim i heshtur që Mira e njihte mirë. Ishte vështrimi i atij që gjykon, i atij që tashmë ka vendosur se ti nuk i përket atij vendi para se të dëgjoj se çfarë ke për të thënë. Një takim, përsëriti Anisa, zëri i saj i ngarkuar me skepticizëm të fshehur keq. Me kë do të ishte ky takim, zonjë?
Me drejtorinë ekzekutive u përgjigj Mira duke mbajtur tonin e sjellshëm. Kam marrë një thirrje zyrtare me email. Drejtorinë ekzekutive, përsëriti Jona, pa u përpjekur fare të fshihte buzëqeshjen tallëse. Zonjë, jeni e sigurt që nuk jeni ngatëruar? Ndoshta po kërkoni ndonjë adresë tjetër? Mira ndjeu nxehtësinë t'i ngjitej në qafë, por e ruajti qetësinë. Jo, këtu është. Bulevardi Dëshmorët e Kombit 2580 Godina Basha. Kështu shkruan në email. Anisa pshertiu në mënyrë dramatike, sikur Mira po I merrte kohë të çmuar nga dita e saj. Dhe cili do të ishte emri juaj, ju lutem? Mira Kola. Të dyja recepcionistet u panë sërish me njëra tjetrën. Anisa shtypi diçka në kompjuter, gishtat e saj fluturonin mbi tastier me një shkaftësi pothuajse agresive. Sytë e saj përshkuan ekranin, balli I rrudhej gjithnjë e më shumë. Nuk ka asnjë Mira Kola në agjendën e drejtorisë për sot, njoftoi ajo me një ton kënaqësie të fshehur keq. Po, ka, këmbënguli Mira, duke ndjerë frustrimin që fillonte t'i gërryente durimin. E kam marrë emailin para 3 ditësh. Mund t'jua tregoj. Ajo hapi çantën e saj duke kërkuar celularin. Ishte një aparat I vjetër, 4 vjeçar, me ekranin e krisur në këndin e sipërm të djathtë, I mbrojtur nga një xham plastik që tashmë ishte zverdhur dhe po zhvishej në skaje. Kur e nxori nga çanta, pa mënyrën se si Anisa e shikoi aparatin me një shprehje neverie të fshehur keq. Mira zhbllokoi celularin, gishtat I dridheshin lehtë ndërsa kërkonte aplikacionin e emailit. Lidhja me internetin ishte e ngadalë dhe asaj u desh të priste disa sekonda ankthi ndërsa faqja ngarkohej. Anisa dhe Jona vëzhgonin me një përzierje pa durimi dhe argëtimi mizor. Më në fund, emaili u shfaq në ekran. Mira e ktheu celularin për t'ua treguar. Ja, e shihni? Thirrje për takim me drejtorinë ekzekutive. Sot, ora 10 e mëngjesit. Kati 40. Anisa hodhi një vështrim të shkurtër në ekranin e krisur, pa u munduar fare ta lexonte përmbajtjen. Çdo kush mund të modifikojë një email të rrem, zonjë. Nuk është e vërtet vetëm sepse shfaqet aty në atë ekran të thyer. Nuk është I rrem, protestoi Mira, duke ndjer indinjatën t'i rritej në gjoks. Është një email zyrtar. Shikoni dërguesin. Është nga sektori juridik I korporatës. Jona u përkul përpara, duke mbështetur bëryllat në banal. Dëgjoni, zonjë, recepcioni nuk mund të lejojë këdo të ngjitet në katet ekzekutive pa konfirmim. Dhe nëse nuk jeni në listë, nuk jeni në listë. Ndoshta është më mirë të ktheheni në shtëpi dhe të verifikoni nëse nuk ka pasur ndonjë gabim. Mira shtrëngoi grushtet anash trupit. E njihte atë trajtim, kishte përjetuar variacione të tij gjatë gjithë jetës. Tonin për buzës, mënyrën se si njerëzit e shikonin sikur të ishte një bezdi, diçka jashtë vendit që duhej hequr. Por sot ishte ndryshe. Sot, ajo kishte një arsye për të qenë aty, një arsye legjitime, të dokumentuar. Unë nuk largohem nga këtu, tha ajo, zëri I saj fitoi një qëndrueshmëri që befasoi edhe vetë atë. Jo derisa dikush ta verifikoi këtë thirrje siç duhet. Anisa ngriti vetullat, qartësisht e ofenduar nga toni. Zonjë, nuk do të toleroj mungesë respekti. Nëse nuk largoheni tani, do të më duhet të thëras sigurimin. Atëherë thirreni, u përgjigj Mira, duke kryqëzuar krahët. Por më parë, telefononi sekretarinë e drejtorisë. Pyesni nëse pritet një Mira Kola për takimin e orës 10. Të dyja recepcionistet u panë me njëra tjetrën, qartësisht të bezdisura nga këmbëngulja e Mirës. Kishte diçka në qëndrimin e saj tani, një vendosmëri që nuk ishte aty disa minuta më parë. Anisa pshertiu sërish, mori telefonin fiks dhe formoi një numër të brendshëm. Heshtja që pasoi ishte e tensionuar, e ndërprer vetëm nga muzika e ambientit dhe trokitja e largët e takave të vizitorëve të tjerë që kalonin nëpër hall. Alo, Valbona? Këtu Anisa nga recepcioni, tha ajo në telefon, zëri I saj adoptoi një ton profesional që nuk e kishte përdorur me mirën. Më falni që ju shqetësoj, por ka një person këtu poshtë që pretendon se ka takim me drejtorinë në orën 10. Emri I saj është Mira Kola. Mund të konfirmoni nëse është në listë? Mira vëzhgoi fytyrën e Anisës ndërsa ajo dëgjonte përgjigjen nga ana tjetër e linjës. Pa shprehjen e sigurt të fillonte të lëkundej, sytë t'i zgurdulloheshin lehtë, goja t'i hapej në një befasi të fshehur keq.
Anisa shikoi Mirën, pastaj Jonën, pastaj përsëri Mirën, sikur po përpiqej të pajtonte informacionin që sapo kishte marrë me personin që kishte përballë. Po, tha ajo në telefon, zëri i saj tani një ton më i ulët. E kuptoj. Po, ajo është këtu. Do t'i liroj aksesin tani. Faleminderit, Valbona. Kur e mbylli telefonin, një heshtje e sikletshme varri në ajër. Anisa pastroi fytin duke shmangur vështrimin e drejt për drejt të Mirës. Kërkoj ndjes për konfuzionin, zonja Kola, tha ajo, dhe ishte e mundur të dallojë një pakënaqësi e fshehur në edukatën e detyruar. Duket se ka pasur një gabim në sistemin ton. Ju jeni në listë. Kati 40, salla e mbledhjeve ekzekutive. Mira tundi kokën ngadalë, pa lejuar që lehtësimi të shfaqej në fytyrën e saj. Faleminderit. Anisa printoi një kartë vizitori të përkohshme, një kartë të bardhë me një shiri të kuq për t'u varur në qafë. Ja dha Mirës me gishta që mezi i prekën të sajat, sikur kontakti mund ta kontaminonte në ndonjë mënyrë. Përdorni ashensorin në të djathtë, udhëzoi ajo, duke treguar një varg ashensorësh prej çelikut të krejur. Kur të arrini në katin e 40, sekretaria do t'ju presë. Mira mori kartën dhe e vari në qafë. Ndjente vështrimet e Anisës dhe Jonës që i digjnin në shpinë ndërsa ecte drejt ashensorëve. Punonjës dhe vizitor të tjerë kalonin pranë saj, disa duke devijuar lehtë rrugën kur ajo afrohej, sikur prania e saj të ishte një pengesë që duhej anashkaluar. Arriti te ashensori dhe shtypi butonin e ngjitjes. Drita u ndez dhe ajo priti, duart ende i dridheshin lehtë duke mbajtur rripin e çantës. Dyert e ashensorit u hapën me një tingull të butë, duke zbuluar një brendësi me pasqyra dhe dy sheme druri të errët. Mira hyri vetëm dhe shtypi butonin e shënuar me numrin 40. Dyert u mbyllën dhe ajo pa reflektimin e saj të shumë fishuar në pasqyrat përreth. Aty ishte ajo, me rrobat e saj të thjeshta, çantën e saj të konsumuar, celularin me ekranin e krisur në xhep, e rrethuar nga një luks që dukej se tallte praninë e saj. Ashensori filloi të ngjitej dhe Mira mbylli syt për një moment, duke i lejuar vetes të merrte frymë thellë. Kujtimet filluan të vinin, të pashmangshme siç vinin gjithmonë në momentet e heshtjes. Kujtoi atë natë, 4 muaj më parë, kur gjithçka kishte filluar. Po kthehej në shtëpi pas turnit të saj të pastrimit në një ndërtesë komerciale në qendër, këmbët i dhimbnin brenda këpucëve të lira, shpatullat të tensionuara pas orësh të tëra duke fërkuar dy sheme dhe pastruar banjo. Ishte pothuajse mesnatë kur pa burrin të rrëzuar në trotuarin e rrugës së Durrësit. Ishte me kostum, një kostum i shtrenjtë që edhe në gjysmërësirën e rrugës së ndriçuar dobët, Mira mund ta dallonte cilësinë e pëlhurës. Ishte shtrirë anash, një rador i shtrëngonte gjoksin, fytyra e shtrembëruar në një shprehje dhimbjeje. Njerëzit kalonin pranë tij, disa duke shmangur vështrimin shpejt, të tjerë as që e vinin re praninë e tij. Një çift i veshur mirë që dilte nga një restorant aty pranë hodhi një vështrim të shkurtër dhe vazhdoi të ecte, duke qeshur me diçka që njëri i kishte thënë tjetrit. Mira ndaloi. Këmbët i dhimbnin, trupi ishte raskapitur dhe ende duhej të merrte 2 autobus për të arritur në shtëpi, ku nëna e saj, nëna Drita, dhe djali i saj, Lukas i 15 vjeçar, e prisnin. Por kishte diçka të ai burri i rrëzuar, diçka në mënyrën se si gishtat i shtrëngonin gjoksin, në vështirësinë me të cilën merrte frymë, që e bëri të vepronte. Ajo u gjunjëzua pranë tij, pa u shqetësuar për dyshemen e pistë të trotuarit që i njolloste fundin. Zotëri, po më dëgjoni? Keni nevojë për ndihmë? Burri e shikoi me sy të qelçt nga dhimbja. Zemra arriti të pëshpëriste. Zemra ime. Mira nxori celularin nga xhepi dhe telefonoi urgjencën. Foli me operatorin dha adresën e saktë, përshkroi simptomat. Ndërsa priste ambulancën, qëndroi aty duke i mbajtur dorën burrit, duke i thënë fjalë ngushëllimi që as vetë nuk e dinte nga i vinin. Gjithçka do të shkojë mirë. Ndihma po vjen. Qëndroni i fortë. Kur ambulanca mbërriti, mjekët e pyetën nëse ishte familjare. Jo, u përgjigj ajo. Por nuk mund ta lë vetëm. Mund të vi me ju? Ata e lejuan. Mira hipi në ambulancë, duke i mbajtur ende dorën atij të panjohuri, duke ndjerë shtrëngimin e tij në gishtat e saj, ndërsa automjeti çante natën drejt spitalit. Në urgjencë, ajo priti. Nuk kishte asnjë arsye logjike për të pritur, asnjë detyrim. Por diçka brenda saj, diçka që kishte qenë gjithmonë aty që kur ishte fëmijë, nuk e lejonte të largohej thjesht.
Qëndroi ulur në sallën e pritjes me rrobat e saj të pastrimit, ndërsa mjekët dhe infermierët shkonin e vinin. Kaluan pothuajse 4 orë derisa një mjek doli dhe pyeti për familjarët. Mira u ngrit, shpjegoi se ishte thjesht një person që e kishte gjetur pacientin në rrugë. Mjeku, një burr në moshë të mesme me rrath të zi poshtë syve, tundi kokën me lodhje. Pati një infarkt akut të miokardit. Arritëm ta stabilizojmë, por ishte për shumë pak. Po të ishte vonuar edhe disa minuta, nuk do të kishte mbijetuar. Ju i shpëtuat jetën. Mira tundi kokën, duke ndier një val lehtësimi. Mund ta shoh? Ai është nënqetësues tani. Më mirë kthehuni nesër. Ajo la emrin dhe numrin e telefonit në recepcionin e spitalit dhe shkoi në shtëpi. Arriti kur dielli po fillonte të linte, duke gjetur Lukasin tashmë zgjuar, duke përgatitur mëngjesin për gjyshen. Ku ishe, mami? U bëra merak. Mira përqafoi djalin e saj, duke ndier fajin dhe dashurinë të përzieshin në gjoks. Më fal, dashuria ime. Ndihmova dik që u ndje keq në rrugë. Mu desh të shkoja në spital me të. Lukasi e përqafoi përsëri. Ti je shumë e mirë, mami. Një ditë, kjo do të shpërblehet. Mira kishte buzëqeshur, duke i përkëdhelur flokët e zinj të djalit. Nuk ka nevojë për shpërblim, bir. Bëra atë që ishte e drejtë. Por burri e kërkoi. 3 ditë më vonë, Mira po lante enët në kuzhinën e saj të vogël kur dëgjoi zilen. Thau duart në peshirin e enëve dhe shkoi të hapte derën, e befasuar sepse rallëherë kishin vizita. Kur hapi derën, pa burrin me kostum të ndalur aty, tani në këmbë, me ngjyrën që ishte kthyer në fytyrë, duke mbajtur një buqet me lule. Mira, pyeti ai, zëri i tij i butë por i vendosur. Po, unë jam. Jeni mirë? Fal jush, po. Mund të hyj? Do të doja t'ju falenderoja personalisht. Mira hapi derën, duke ndier një siklet të papritur me gjendjen e shtëpisë së saj. Dhoma e ndenjes ishte e vogël, me një divan të arnuar, një televizor të vjetër mbi një tavolinë plastike, mure që kishin nevojë për një shtresë të re boje. Por burri hyri pa treguar asnjë gjykim. U prezantua si Albert Basha dhe gjatë asaj bisede të parë, Mira zbuloi se ai ishte pronari i një prej kompanive më të mëdha të ndërtimit në vend. Ai e vizitoi përsëri dhe vazhdoi të kthehej. Sillte libra për Lukasin, i cili e donte leximin, por rrallë kishte para për të blerë të rinj. Sillte ushqime për nëna Dritën, e cila vuante nga artriti dhe e kishte të vështirë të bënte punët e shtëpisë. Bisedonte me Mirën për jetën, për vlerat, për atë që kishte vërtet rëndësi. Me kalimin e kohës, ato vizita u bën diçka që të gjithë e prisnin me padurim. Tingulli i ndalimit të ashensorit e ktheu Mirën në të tashmen. Dyert u hapën në katin e 40, duke zbuluar një korridor të gjerë me dyshe me mermeri të qelet, mure të veshura me dru fisnik dhe piktura abstrakte të shtrenjta të varura në intervale të rregullta. Përballë ishte një tavolinë më e vogël recepcioni, ku një grua rreth të 50-tave, me flokë të thinjur të kapur në një topuz dhe syze leximi të varura në një zinxhir në qafë, punonte në një kompjuter. Ajo ngriti syt kur Mira u afrua, dhe ndryshe nga recepcionistet e katit përdes, vështrimi i saj ishte neutral, profesional. Mirëdita. Ju duhet të jeni Mira Kola. Po, unë jam. Gruaja u ngrit duke i zgjatur dorën. Unë jam Valbona Gashi, sekretare ekzekutive. Takimi është gati të filloj. Ju lutem, më ndiqni. Mira i shtrëngoi dorën e ofruar, duke vënë re shtrëngimin e fortë por të butë. Valbona e çoi nëpër një korridor tjetër, duke kaluar pranë disa dyerve prej xhamit të turbullt me pllaka që tregonin departamente të ndryshme. Më në fund, ndaluan përballë një dere të 2 fish prej druri masiv me doreza të arta. Valbona trokiti 2 herë dhe e hapi. Salla e mbledhjeve ishte e stërmadhe, me dritare nga dyshemeja në tavan që ofronin një pamje panoramike të Tiranës. Një tavolinë e gjatë prej drurit të çmuar zinte qendrën, e rrethuar nga karrige lëkure të zeza. Tashmë ishin 6 persona të ulur rreth tavolinës, të gjithë të veshur me kostume të shtrenjta dhe fustane firmato, të gjithë duke shikuar drejt derës me shprehje që varionin nga kureshtja në padurim. Mira Kola, njoftoi Valbona, zëri i saj bëri jehon lehtë në hapësirën e gjerë. Mira hyri, duke ndier peshën e të gjitha vështrimeve mbi të.
Dera u mbyll pas saj me një klikim të butë dhe ajo qëndroi aty vetëm përballë atyre njerëzve që qartësisht I përkisnin një botë shumë të ndryshme nga e saja. Një burr rreth të 50-tave I ulur në krye të tavolinës me flokë të thinjur të krejur prapa dhe një kostum blu të errët pa të meta, ishte I pari që foli. Ai kishte një shprehje konfuzioni të vërtet në fytyrë. Më falni, tha ai, duke shikuar anash sikur priste që dikush t'i shpjegonte se çfarë po ndodhte. Ka pasur ndonjë gabim? Ne po presim dik nga zyra e avokatisë. Një grua e ulur në të djathtën e tij, me flokë bjond platin dhe një fustan të kuq të ngushtë, qeshi. Një e qeshur e shkurtër dhe artificiale. Ndoshta është në vendin e gabuar. E dashur, dhoma e pastrimit është në bodrum. Mira ndjeu gjakun t'i vlonte, por e mbajti shprehjen neutrale. Unë jam Mira Kola. Jam thirrur për këtë takim. Burri në krye të tavolinës rudhi vetulla. Mira Kola? Nuk njoh asnjë Mira Kola. Dera u hap përsëri dhe dy burra me kostume gri hyn duke mbajtur çanta lëkure kafe. Njëri prej tyre, më I gjatë, me syze me skelet metalik, shikoi Mirën dhe tundi kokën shkurtimisht. Më falni për vonesën, tha ai, duke ju drejtuar të tjerëve në sallë. Pati një problem me trafikun. Unë jam doktor Ferdinand Castro, nga zyra Castro dhe partnerët, dhe ky është kolegu im, doktor Roland Meta. Jemi caktuar nga zoti Albert Basha për të drejtuar këtë proces. Kur dëgjuan emrin e Albertit, atmosfera në sallë ndryshoi menjëherë. Drejtuesit u drejtuan në karriget e tyre, shprehjet u bën më serioze. Burri në krye të tavolinës u ngrit. Doktor Castro, unë jam Genc Përmeti, drejtor I përgjithshëm I korporatës. Po ju prisnim. Por ka një konfuzion këtu. Kjo grua hyri në sallë duke pretenduar se ishte thirrur. Ferdinandi shikoi Mirën, pastaj Gencin. Nuk ka asnjë konfuzion, zoti Përmeti. Zonja Kola është thirrur me të vërtetë. Ajo është arsyeja kryesore e këtij takimi. Heshtja që pasoi ishte absolute. Të gjithë drejtuesit shikuan Mirën me një përzierje shoku dhe mosbesimi. Genci tundi kokën ngadalë. Me gjithë respektin, doktor, kjo nuk ka asnjë kuptim. Ferdinandi hapi çantën e tij duke nxjerrë disa dokumente. Do të ketë kuptim së shpejti. Ju lutem, uluni të gjithë. Kemi shumë për të diskutuar. Mira u drejtua drejt një karrigeje bosh afër mesit të tavolinës. U ul, duart ende të kapura pas rripit të çantës, e ndërgjegjshme se të gjithë syt ishin ende mbi të. Gruaja me fustan të kuq I përshpëriti diçka burrit pranë saj dhe të dy qeshën me zë të ulët. Mira I injoroi duke u fokusuar te avokati që organizonte letrat përballë saj. Siç e dini të gjithë, filloi Ferdinandi, zëri I tij formal dhe I kontrolluar, zoti Albert Basha, themeluesi dhe pronari I kësaj korporate, ndroi jetë 2 javë më parë. Pati një murmurim respekti rreth tavolinës. Mira mbylli syt për një moment duke ndier dhimbjen e një orë që I shtrëngonte gjoksin. Ende nuk ishte mësuar me idenë se Alberti ishte larguar. Vizitat e tij ishin bërë aq të vazhdueshme, aq të pritura, sa mungesa e tij linte një zbrazëti të pamas. Zoti Basha la udhëzime shumë të qarta për shpërndarjen e pasurisë dhe aksioneve të kompanisë, vazhdoi Ferdinandi. Këto udhëzime janë të gjitha të dokumentuara në testamentin e tij, I cili u ndryshua 7 javë para largimit të tij. Testamenti është dëshmuar, notarizuar dhe regjistruar sipas të gjitha kërkesave ligjore. Genci tundi kokën me padurim. Po, doktor, të gjithë ishim në dijeni se ai po përditësonte dokumentet e tij. Por ç'lidhje ka kjo me këtë grua? Ferdinandi shikoi drejt për drejt Gencin. Ka gjithçka të bëjë me të, zoti Përmeti. Sipas testamentit të zotit Basha, Mira Kola është tani pronarja e 82% të aksioneve të korporatës Basha. Ajo është aksionerja kryesore. Ajo është, për të gjitha efektet ligjore, pronarja e re e kësaj kompanie. Heshtja që pasoi ishte shurdhuese. Mira I mbajti syt të fiksuar të duart e saj mbi tavolinë, duke pritur stuhin që e dinte se do të vinte. Dhe ajo erdhi, e shpejt dhe e furishme, në formën e të qeshurave mosbesuese, thirrjeve të shokut dhe protestave të indinjuara që filluan të mbushnin sallën e mbledhjeve në katin e 40. Mira mori frym thellë, duke u përgatitur. Betejë sapo kishte filluar. Kapitulli 2. Salla shpërtheu në zëra të mbivendosur.
Genc përmeti u ngrit aq vrullshëm sa karrigia e tij gati u përmbys. Kjo është absurde. Një fyerje. Një mashtrim I hapur. Gruaja me fustan të kuq, që mira më vonë do të zbulonte se quhej Helena Malaj, drejtoresh financiare, qeshi me një përzierje talleje dhe indinjate. Ju vërtet prisni që ne ta besojmë këtë? Që Zoti Basha, një njeri me dekada përvojë duke ndërtuar një perandori, do t'ia linte gjithçka një të panjohur të plotë? Ferdinand Castro e ruajti qetësinë, zëri I tij preu kaosin si një te. E kuptoj shokun e të gjithëve, por nuk ka asnjë mashtrim këtu. Gjithçka është bërë sipas ligjit. Kam të gjitha dokumentet e nevojshme. Një burr më I ri, rreth të 30 e pesave, me flokë të zinj me gjel të krejur prapa dhe një kravatë të kuqe të ndezur, përplasi dorën në tavolinë. Unë jam Besart Rama, drejtor operacionesh. Kam punuar me Zotin Basha për 12 vjet. Ai kur nuk e ka përmendur këtë grua. Si është e mundur që ai t'ia linte kompaninë e tij dikujt që askush këtu nuk e njeh? Roland Meta, avokati I dytë, hapi çantën e tij dhe filloi të nxirrte dokumente. Zoti Basha kishte arsyet e tij dhe ai I ka dokumentuar gjerësisht. Kemi këtu jo vetëm testamentin e nënshkruar dhe të dëshmuar, por edhe një letër personale që shpjegon arsyet e tij, raporte mjekësore që konfirmojnë aftësinë e tij të plot mendore në momentin e ndryshimit të testamentit, dhe madje edhe një regjistrim video ku ai shpjegon vendimin e tij. Genci drejtoi një gisht akuzues drejt Mirës, e cila qëndronte ulur, duart ende I mbanin çantën në prerë. Ajo është një përfituese. Me siguri ka manipuluar një njeri të sëmur, të cenueshëm. Kjo është detyrim, ndikim I padrejtë. Mira ndjeu diçka të kërciste brenda saj. Gjatë gjithë jetës së saj, kishte ulur kokën, kishte pranuar fyerje, kishte gëlltitur poshtërime sepse I duhej puna, I duhej të mbijetonte, I duhej të mbronte familjen e saj. Por aty, në atë sallë, me ata njerëz që e akuzonin për gjëra të tmerrshme, diçka ndryshoi. Ajo u ngrit, karrigia e saj rrëshiti butësisht prapa. Unë nuk kam manipuluar askënd, tha ajo, dhe zëri I saj, megjithse ende I qetë, kishte një qëndrueshmëri që bëri disa njerëz të heshtnin. Unë I shpëtova jetën një njeriu që po vdiste ndërsa njerëz si ju kalonin pranë tij pa e parë fare. Helena rrotulloi syt. Oh, sigurisht. Heroina e historisë. Sa e përshtatshme. Mira e shikoi drejt për drejt. Ishte mesnatë e një të martë. Po kthehesha nga puna, ku kalova 8 orë duke pastruar banjo dhe fërkuar 2 sheme. Këmbët më ishin enjtur, shpina më dhimbte, dhe ende kisha më shumë se 1 orë udhëtim deri në shtëpinë time. Kur pash një burr të rrëzuar në trotuarin e rrugës së Durrësit, duke shtrënguar gjoksin dhe pa mundur të merrte frym, unë ndalova. Jo sepse prisja ndonjë shpërblim. Jo sepse e dija kush ishte. Ndalova sepse ishte një qenie njerëzore që kishte nevojë për ndihmë. Besarti kryqëzoi krahët. Dhe kjo të bën të denjë për të marrë miliarda në aksione? Të lutem. Nuk më bën të denjë për asgjë, u përgjigj Mira, zëri I saj fitoi forcë. Por me sa duket, për zotin Albert, tregoi diçka që ai nuk e gjente më te njerëzit rreth tij. Njerëzillëk. Genci përplasi dorën në tavolinë. Kjo është qesharake. Zotërin avokat, me gjithë respektin, do ta kundërshtoj këtë testament në gjykatë. Ka qartësisht ndikim të padrejtë, detyrim, përfitim nga një person I cenueshëm. Ferdinandi pshërtiu, sikur priste pikërisht këtë reagim. Zoti përmeti, ju keni gjithë të drejtën të kundërshtoni. Por duhet t'ju paralajmëroj se do të jetë një betejë ligjore shumë e kushtueshme dhe, sinqerisht, e pamundur për t'u fituar. Kemi dokumentacion të patëmedh. Por nëse këmbëngulni, mund t'ju tregoj tani regjistrimin video që Zoti Basha bëri posaçërisht duke parashikuar këtë lloj reagimi. Ai nxori një laptop nga çanta, e hapi dhe filloi të rregullonte diçka në ekran. E lidhi aparatin me një projektor të montuar në tavanin e sallës dhe në pak sekonda, imazhi I Albert Bashës u shfaq në murin e bardhë përballë dritareve. Mira ndjeu gjoksin t'i shtrëngoi kur pa fytyrën e tij përsëri. Ishte më I dobët se në vizitat e fundit, lëkura e zbeth, por sytë e tij ende shkëlqenin me atë inteligjencë të mprehtë që Mira kishte mësuar ta admironte. Emri im është Albert Basha, zëri I regjistruar bëri jehon në përsallë, I qartë dhe I vendosur pavarësisht dobësisë fizike të dukshme.
po e bëj këtë regjistrim më datë 23 shtator në prani të avokatëve të mi, Ferdinand Castro dhe Roland Meta, dhe mjekut tim personal, Dr. Henry Silveira, i cili mund të dëshmoj se jam në përdorim të plot të aftësive të mia mendore. E di që vendimi im do të shkaktoj shok dhe revolt, veçanërisht mes atyre që gjithmonë kam besuar se kjo kompani, që e kam ndërtuar gjatë 40 viteve, do të trashëgohej prej tyre. Në ekran, Alberti u rehatua në karrige duke marrë frymë me vështirësi para se të vazhdonte. Kaloni vite duke ndërtuar diçka dhe filloni të besoni se i njihni njerëzit rreth jush. Drejtuesit tuaj, drejtorët tuaj, ata që i keni promovuar, të cilëve u keni besuar. Por e vërteta që e mësova shumë vonë, është se shumë prej tyre ishin të interesuar vetëm për atë që mund të fitonin. Besnikëri e bazuar në paga, respekt i kushtëzuar nga pozitat e pushtetit. Helena ishte e zbeth, gishtat i shtrëngonin skajin e tavolinës. Genci shikonte ekranin me një shprehje zemërimi në rritje. Besarti kishte buzët të shtrënguara në një vi të hollë. 4 muaj më parë, pata një infarkt të rënd, vazhdoi Alberti. Po kthehesha nga një darkë biznesi, duke ecur nëpër rrugën e Durrësit sepse shoferi im ishte larguar më herët atë ditë. Dhimbja në gjoks filloi papritur, aq e fortë sa u rrëzova aty në trotuar. Më kujtohet që shija njerëz që kalonin pranë meje. Çifte të veshura mirë që dilnin nga restorantet, drejtues me çantat e tyre prej lëkure, të gjithë të nxituar, të gjithë shumë të zënë për të ndaluar. Kërkova ndihmë, por zëri i mezi më dilte. Dhe ata vazhdonin të ecnin. Mira mbylli syt, duke kujtuar atë natë. Kujtimi ishte aq i gjallë sa mund të ndjente të ftohtin e trotuarit kundër gjunjëve, të dëgjonte tingujt e largët të trafikut, të shite fytyrën e zbehtë të Albertit të shtrembëruar nga dhimbja. Pastaj, një grua ndaloi, tha zëri i regjistruar, dhe kishte një emocion të qartë në fjalë. Një grua me rroba të thjeshta, qartësisht e raskapitur nga puna, me një çantë të konsumuar në supë, ajo u gjunjëzua pranë meje pa hezituar. Thiri ambulancën, më mbajti dorën, më tha fjalë ngushëllimi. Erdhi me mua në spital dhe priti me orë të tëra derisa mjekët konfirmuan se isha stabil. Ajo nuk e dinte kush isha. Nuk kishte asnjë arsye për ta bërë atë, përveç se ishte gjëja e duhur për t'u bërë. Ekrani tregoi Albertin duke fshirë syt me kurrizin e dorës. Mira ndjeu lotët e saj që kërcënonin të binin, por i mbajti. Kur shkova ta kërkoja ditë më vonë për ta falënderuar, njoha jetën e saj. Mira Kola, 42 vjeç, pastruese nate, nën beqare e një djali adoleshent, kujdestare e një nëne të moshuar me artrit. Jetonte në një shtëpi modeste në kombinat, duke punuar turne nate për të arritur të paguante faturat. Por kur hyra në atë shtëpi, ndjeva diçka që nuk e kisha ndjer prej shumë kohësh. Ngrohtësi. Jo llojin e ngrohtësisë që blejnë parat, por ngrohtësinë e mirësisë së vërtet, të dinjitetit të ruajtur pavarësisht vështirësive. Drejtuesit rreth tavolinës ishin në heshtje tani, disa duke shmangur shikimin e ekranit, të tjerë duke vëzhguar me shprehje të padeshifrueshme. Mira shikoi duart e saj, duke kujtuar vizitat e Albertit. Si ulej në divanin e saj të vjetër, duke pirë kafe në filxhanët e saj të qerë, duke biseduar me Lukasin për librat dhe ëndrat. Si e ndihmonte nëna dritën të bënte fjalë kryqe, i durueshëm me kujtesën e saj ndonjëherë të dobët. Si buzëqeshte, një buzëqeshje e vërtet që i ndriçonte sytë e lodhur. Fillova ta vizitoja rregullisht, tha Alberti në regjistrim. Dhe në çdo vizitë mësova diçka. Mësova se pasuria e vërtet nuk është në llogaritë bankare. Mësova se suksesi i vërtet nuk matet me aksione apo prona. Pash një grua që punonte 12 orë në ditë, kthehej në shtëpi e raskapitur, por ende gjente energji për të ndihmuar djalin me detyrat e shtëpisë, për të gatuar për nënën e saj, për të qenë e sjellshme me fqinjet. Pash dik që kishte të gjitha arsyet për të qenë e hidhëruar, por zgjodhi të ishte edhe mbëshur. Ai bëri një pauzë, duke marrë frymë me vështirësi. Kamera u drodh lehtë dhe një dorë hyri në kuadër, me siguri e njërit prej avokatëve, duke i ofruar ujë. Alberti piu para se të vazhdonte. Atëherë vendosa. Vendosa që kompania ime, kjo korporat që e kam ndërtuar, duhet t'i shkoj dikujt që e kupton vlerën e vërtet të gjërave. Dikujt që i trajton njerëzit si njerëz, jo si shkallë në një shkallare korporative. E di që ky vendim do të shkaktoj shok. E di që do të kundërshtohet, do të vihet në dyshim, do të përqeshet.
por është vullneti im, i bërë në përdorim të plot të arsyes, i dëshmuar nga profesionist kompetent dhe absolutisht përfundimtar. Alberti shikoi drejt për drejt në kamerë, sytë e tij shkëlqenin me një intensitet që preu sallën. Për ata që po e shikojnë këtë tani, me siguri të ulur në atë sallë mbledhjesh që gjithmonë e kam dashur, me pamjet e saj të Tiranës, lë këtë mesazh. Nëse tronditeni, nëse indinjoheni, pyesni veten pse. Pyesni nëse është sepse zgjedhja është e padrejtë, apo sepse supozuat se pushteti do të ishte juaj me të drejtë. Pyesni nëse në ndonjë moment ndaluat për të ndihmuar dikë pa pritur asgjë në këmbim. Pyesni nëse e dini emrin e personit që pastron banjot tuaja, që shërben kafen tuaj, që kujdeset për sigurinë ndërsa jeni në shtëpitë tuaja të rehatshme. Ekrani mbeti në heshtje për një moment dhe pastaj Alberti buzëqeshi, një buzëqeshje e vogël por e sinqertë. Mira, nëse je aty dhe shpresoj që je, dije se kjo nuk është një trashëgimi që vjen pas sfida. Kjo kompani nuk është e përsosur. Ka korrupsion, ka arrogancë, ka njerëz që kanë harruar se çdo të thotë të shërbesh. Por ka edhe njerëz të mirë, njerëz punëtor që meritojnë një udhëheqëse që i sheh. Të besoj ty. Jo sepse ke diploma apo përvojë korporative. Të besoj ty sepse ke diçka më të rëndësishme. Ke zemër. Regjistrimi mbaroi, ekrani u bë i zi. Ferdinandi e mbylli laptopin ngadalë, duke lënë heshtjen të mbushte sallën. Mira kishte lot që i rridhnin në përfaqe tani, pa u shqetësuar më t'i fshite. Kujtoi bisedën e fundit që kishte pasur me Albertin, 3 ditë para se ai të ndëronte jetë. Ai ishte në shtratin e tij në spital, i rrethuar nga makineri dhe tuba, por ende gjeti forcë të buzëqeshte kur ajo hyri. Mira i kishte përshpëritur duke i kapur dorën me gishta të dobët. Më premto diçka. Çdo gjë, zoti Albert. Kur të ndodh gjithë kjo, kur të zbulosh se çfarë kam bërë, mos u dorëzo. Ata do të përpiqen të bëjnë të ndihesh e vogël, e papërshtatshme, e padenjë. Por ti je më e fortë se sa mendon. Më e aftë se sa imagjinon. Dhe kur mos e humb atë mirësi që të bën të veçantë. Ajo i kishte premtuar, pa e kuptuar plotësisht në atë kohë se çfarë donte të thoshte. Tani, e ulur në atë sallë e rrethuar nga armiqsi, filloi të kuptonte. Genci ishte i pari që theu heshtjen. Zëri i tij ishte më i kontrolluar tani, por ende i ngarkuar me pakënaqësi. Pra, kjo është. Ai qartësisht nuk po mendonte drejt. I sëmur, i cenueshëm, i manipuluar nga një histori lotuese. Ferdinandi u kthye nga ai, shpreha e tij u ashpërsua. Zoti përmeti, do ta them edhe një herë. Çdo përpjekje për të kundërshtuar këtë testament do të jetë e kohë. Përveç regjistrimit që sapo pat, kemi raporte nga 3 psikiatër të ndryshëm që konfirmojnë aftësinë e plotë të zotit Basha. Kemi dëshmi me shkrim nga avokatët e pranishëm në hartimin e testamentit. Kemi regjistrime të detajuara të gjitha vizitave të tij në shtëpinë e zonjës Mira, duke përfshirë datat, oraret dhe madje edhe disa fotografi që ai bëri me lejen e familjes. Ky testament është i pakundërshtueshëm. Helena u përkul përpara, sytë e saj të fiksuar te Mira. Po ti, pyeti ajo, zëri i saj pikonte helm. Si mund ta pranosh këtë? Duhet ta dish se nuk ke absolutisht asnjë kualifikim për të drejtuar një korporat të kësaj madhësie. Nuk ke arsim formal, nuk ke përvojë në biznes, me siguri mezi di të lexosh një raport financiar. Mira fshiu lotët nga fytyra me kurrizin e dorës. Ke të drejtë, tha ajo qetësisht. Nuk kam diploma universitare. Nuk kam studiuar administrim apo ekonomi. Por di të lexoj, zonja Helena. Dhe e di që zoti Albert nuk ma la këtë kompani duke pritur që unë ta drejtoja vetëm. A i la një struktur, la profesionist kompetent, la sisteme që funksionojnë. Ajo që a i donte ishte që dikush me ndërgjegje, me vlera, me njerëzillëk, të mbikëqyrte gjithë këtë. Besarti lëshoi një të qeshur të thatë. Mbikëqyrje. Sikur të ishte kaq e thjeshtë. Ti nuk ke ide për kompleksitetin e këtij operacioni. Ne merremi me kontrata milionëshe, me afate të ngushta, me konkurrencë të ashpër. Nuk është vend për amator. Mira e shikoi. Ndoshta jo. Por gjithashtu nuk është vend për njerëz që i trajtojnë qenjet e tjera njerëzore si plera vetëm sepse rrobat e tyre nuk janë mjaftueshëm të shtrenjta. Heshtja që pasoi ishte e ngarkuar me tension. Helena dhe Besarti shkëmbyen vështrime, por nuk u përgjigjen.
Genci, megjithatë, nuk ishte gati të dorëzohej. Shumë mirë, tha ai, duke kryqëzuar krahët. Le të themi se e pranojmë këtë, vetëm hipotetikisht. Çfarë saktësisht synon të bësh? Të na pushosh të gjithëve? Të punësosh njerëz nga lagjja jote për të drejtuar departamente komplekse? Të shndërrosh një korporat miliardëshe në një projekt bamirësie? Mira mori frym thellë. Nuk synoj të pushoj askënd që po bën punën e tij me kompetencë dhe integritet. Por gjithashtu nuk do të toleroj arrogancë, diskriminim apo mungesë respekti. Zoti Albert e la këtë kompani në duart e mia sepse besonte se unë do të dija të dalloja mes njerëzve që punojnë për vlera dhe njerëzve që punojnë vetëm për ambicie. Genci qeshi, por ishte një e qeshur e hidhur. Ti nuk di asgjë për ne. Për atë që kemi ndërtuar këtu. Ndoshta jo, pranoj Mira. Por do të mësoj. Dhe ndërsa mësoj, do të vëzhgoj se si secili prej jush i trajton njerëzit që i konsideron inferior. Si flisni me rojet e sigurisë, me recepcionistet, me personelin e pastrimit. Sepse besoj se kështu njihet karakteri i vërtet i dikujt. Jo nga mënyra se si i trajtojnë eprorët e tyre, por nga mënyra se si i trajtojnë ata që nuk mund të bëjnë asgjë për ta. Ferdinandi u ngrit duke riorganizuar dokumentet e tij. Besoj se për sot kemi diskutuar mjaftueshëm. Zonja Mira, duhet të nënshkruani disa dokumente për të formalizuar transferimin e aksioneve. Zoti Përmeti, zonja Helena dhe zoti Besart, ju do të vazhdoni në pozicionet tuaja aktuale derisa zonja Mira të vendosë ndryshe. Çdo ndryshim do të komunikohet zyrtarisht. Genci u ngrit vrullshëm duke marrë telefonin e tij nga tavolina. Kjo nuk ka mbaruar. As pak. Ai doli nga salla duke përplasur derën. Helena e ndoqi duke hedhur një vështrim të fundit për buzës drejt Mirës. Besarti qëndroi për disa sekonda më shumë, duke studiuar Mirën me një shprehje që ajo nuk mundi ta deshifronte plotësisht. Kishte zemërim aty, po, por edhe diçka më shumë. Ndoshta kurreshtje, ndoshta një sfidë e heshtur. Pa çfarë, tha ai më në fund, dhe ajo nuk mundi të thoshte nëse ishte i sinqert apo sarkastik. Do të duhet. Kur ai doli, vetëm Mira, 2 avokatët dhe 3 punonjës të tjerë mbetën në sallë. Njëri prej tyre, një burr më i vjetër me flokë të thinjur dhe syze të trasha, u afrua me drojë. Zonja Mira, tha ai, duke i zgjatur dorën. Unë jam Pali Myftari, drejtori i sektorit të burimeve njerëzore. Doja vetëm të thoja se e admirova guximin tuaj. Nuk është e lehtë të qëndrosh përballë njerëzve si këta. Mira i shtrëngoi dorën, e befasuar nga mirësjellja. Faleminderit, zoti Pali. Vetëm Pali mjafton, buzëqeshi ai. Kam punuar me zotin Albert për 20 vjet. Ishte një njeri i mirë. Nëse ai ju besoi juve, atëherë edhe unë ju besoj. Një grua më e re, rreth të 30-tave, u afrua gjithashtu. Ajo kishte flok kaçurel të kapur në një bisht kali dhe vishte një kostum gri të thjesht por të prerë mirë. Unë jam Kamila Spahiu, asistente administrative. Unë doja vetëm të thoja se ajo që bëte për të, duke i shpëtuar jetën, ishte e mahnitshme. Mira buzëqeshi, duke ndjer një lehtësim të pamas përballë atyre reagimeve pozitive. Bëra atë që çdo njeri duhet të bëjë. Por jo të gjithë e bëjnë, tha personi i tretë, një grua rreth të 40-tave me flokë të shkurtër dhe një buzëqeshje të ngrohtë. Unë jam Beatrisa Lejka, menaxhere e komunikimit të brendshëm. Dhe nëse keni nevojë për ndihmë për të lundruar në këtë botë të re, ne jemi këtu. Ferdinandi priti derisa prezantimet mbaruan para se t'i kërkonte Mirës të nënshkruante dokumentet e nevojshme. Ajo lexoi çdo faqe me kujdes, e ndërgjegjshme për peshën e asaj që po bënte. Çdo nënshkrim ishte një pohim se po pranonte atë përgjegjësi të pamas, atë barë që Alberti kishte zgjedhur t'ia vinte mbi supe. Kur mbaroi, Rolandi mblodhi letrat. Zyrtarisht, ju tani jeni aksionerja kryesore e korporatës Basha. Urime, zonja Mira. Ajo tundi kokën, por nuk ndihej si dikush që duhej përgëzuar. Ndihej më shumë si dikush që ishte hedhur në mes të një stuhie dhe po përpiqej të gjente tokë të sigurt. Avokatët u përshëndetën duke premtuar se do të ktheheshin javën tjetër për ta ndihmuar të kuptonte më mirë aspektet ligjore të pozicionit të saj të ri. Pali, Kamila dhe Beatrisa gjithashtu dolën, por jo para se të linin numrat e tyre të telefonit dhe emailet, duke këmbëngulur se ajo mund t'i kontaktonte në çdo kohë.
Më në fund, Mira mbeti vetëm në sallë. Eci drejt dritareve, duke shikuar qytetin poshtë. Tirana shtrihej në të gjitha drejtimet, një det i pafund ndërtesash, rrugësh, jetësh të ndërthurura. Nga ajo lartësi, gjithçka dukej aq e vogël, aq e largët. Ishte e lehtë të ndiheshe e ndarë nga njerëzit e vërtet që jetonin jetët e tyre atje poshtë, duke luftuar, punuar, dashuruar, vuajtur. Ajo mendoi për Lukasin, i cili ishte në shkollë në atë moment, pa pasur idenë se si jeta e nënës së tij kishte ndryshuar në mënyrë drastike atë mëngjes. Mendoi për nëna Dritën në shtëpi, me siguri duke bërë fjalë kryqet e saj në balkon, duke shijuar diellin e mëngjesit. Mendoi për të gjitha mëngjeset që ishte zgjuar në orën 5 për të marrë autobusin e parë, të gjitha netët që ishte kthyer në shtëpi me duart e çara nga produktet e pastrimit, të gjitha herët që kishte numëruar dhe rinumëruar parat e pakta që kishte për të siguruar se do të arrinte të blinte ushqim deri në fund të muajit. Dhe mendoi për Albertin, për njeriun e sjellshëm që kishte hyrë në jetën e saj në mënyrë kaq të papritur, që e shihte jo si një pastruese, jo si dik inferiore, por si një person me vlerë. Ai ishte përpjekur t'ia shpjegonte vendimin e tij disa herë gjatë vizitave të tyre. Mira, i kishte thënë një pasdite, ulur në divanin e saj me një filxhan kafe në duar, unë kam ndërtuar një perandori. Por në proces, harrova se një perandori vlen diçka vetëm nëse u shërben njerëzve, jo nëse thjesht i përdor ata. Ti ma kujtove këtë. Ajo kishte protestuar, duke thënë se ai tashmë bënte shumë për komunitetin, se kompania e tij punsonte mira njerëz, se ai kishte dhuruar për kauza të rëndësishme. Por Alberti tundi kokën. Të punsosh njerëz nuk është e njëjta gjë si ti vlerësosh ata. Të dhurosh para nuk është e njëjta gjë si të kujdesesh vërtet. Për vite me radhë, i kam trajtuar punonjësit e mi si pjesë në një makinë, të dobishëm vetëm për sa kohë ishin produktiv. Kur nuk u kujdesa nëse kishin familje, nëse kishin ëndra, nëse ishin të lumtur. Më interesonte vetëm nëse numrat dilnin në fund të muajit. Kur e shikoja të ditë, kishte lot në sytë e tij. Ti më ndihmove të shoh ndryshe. Kur shija se si e trajtoje djalin tënd, edhe pse e lodhur. Si kujdeseshe për nënën tënde, edhe pa burime. Si ishe e sjellshme me fqinjet e tu, edhe kur ata nuk ishin të sjellshëm me ty, pash se vlerat e vërteta nuk kanë nevojë për para për të ekzistuar. Dhe vendosa se nëse një ditë do të largohesha, doja ta lija trashëgimin time në duart e dikujt që e kupton këtë. Në atë kohë, Mira kishte menduar se ai po bëhej dramatik, duke folur në mënyrë abstrakte për mundësi të largëta. Kur nuk e imagjinoi se ai, fjalë për fjalë, po planifikonte të ndryshonte testamentin e tij. Një trokitje në derë e nxori nga mendimet. Ishte Valbona, sekretarja ekzekutive, me një tabaka në duar. Solla një çaj, tha ajo butësisht, duke hyrë dhe duke vendosur tabakan në një tavolinë anësore. Imagjinova se mund të kishit nevojë për diçka pas gjithë kësaj. Mira u kthye, e prekur nga gjesti. Faleminderit, Valbona. Jeni shumë e sjellshme. Valbona shërbeu çajin në një filxhan porcelani të hollë, duke shtuar pak sheqer pa pyetur, sikur ta dinte instinktivisht se çfarë preferonte Mira. Kam punuar me zotin Albert për 15 vjet, tha ajo ndërsa i jepte filxhanin. Ai ishte një njeri i mirë. Jo gjithmonë i përsosur, por i mirë. Dhe në muajt e fundit vura re një ndryshim tek ai. U bë më i lehtë, më i lumtur. Tani e kuptoj pse. Mira piu një glënjë çaj, duke ndjer lëngun e ngrohtë që i qetësonte nervat e tronditura. Ai foli për mua? Jo drejt për drejt. Zoti Albert ishte i rezervuar për jetën e tij personale. Por unë e vija re kur kthehej nga daljet e tij. Kishte një paqe tek ai që nuk ekzistonte më parë. Mira shikoi përsëri nga dritarja. Nuk e di nëse mund ta bëj këtë, Valbona. Nuk e di nëse jam personi i duhur. Valbona qëndroi në heshtje për një moment, duke shikuar gjithashtu qytetin. Mund të bëj një pyetje personale? Sigurisht. Pse e shpëtuat zotin Albert atë natë? Mira mendoi për pyetjen. Sepse ai kishte nevojë për ndihmë. Pikërisht, tha Valbona butësisht. Ju nuk menduat për pasojat, për shpërblimet, për mënyrën se si kjo do të ndikonte në jetën tuaj. Pat dik në nevojë dhe e ndihmuat. Ky është lloji i personit që zoti Albert donte në krye. Dikush që vepron nga dëmshuria, jo nga llogaritja. Mira e mbaroi çajin në heshtje, duke përthithur fjalët.
Kur Valbona doli, ajo qëndroi edhe pak në sallë, duke mbledhur guximin për t'u përballur me atë që do të vinte më pas. E dinte se Genci dhe të tjerët nuk do të dorëzoheshin lehtë. E dinte se do të kishte më shumë konfrontime, më shumë përpjekje për ta diskredituar, për të provuar paftësinë e saj. Por ndërsa qëndronte aty në atë sallë me pamje nga qyteti që gjithmonë e kishte trajtuar si të padukshme, Mira ndjeu diçka të rritej brenda saj. Nuk ishte besim, saktësisht. Jo akoma. Por ishte vendosmëri. Alberti kishte besuar tek ajo. Kishte parë diçka tek ajo që ja vlente. Dhe ajo nuk do ta zhgënjente, pavarësisht se sa e vështirë do të bëhej rruga. Mori çantën e saj të konsumuar, rregulloi kartën e vizitorit ende të varur në qafë dhe u drejtua drejt derës. Kishte një djalë që e priste në shtëpi, një nënë që do të duhej të dinte lajmet dhe një jetë të re që sapo po fillonte ta kuptonte. Betejë ishte larg përfundimit, por Mira Kola ishte gati të luftonte. Kapitulli 3. Mira doli nga godina Basha në mesditë, koka i rrotulloi nga gjithçka që kishte ndodhur në orët e fundit. Dielli i Tiranës ishte i fortë dhe bulevardi i Dëshmorët e Kombit gëlonte nga lëvizja e orës së drekës. Drejtuesit dilnin nga ndërtesat në grupe, duke shkuar në restorantet e shtrenjta të zonës. Shitësit ambulant ofronin ujë, pije freskuese dhe ushqime të shpejta. Zhurma e qytetit ishte shurdhuese, një simfoni kaotike borish, zërash, muzike rruge dhe zhurmës së vazhdueshme të trafikut. Ajo ndaloi në trotuar duke nxjerrë celularin nga çanta. Duhej t'i telefononte Lukasit, ta njoftonte se ishte mirë, se do të kthehej shpejt në shtëpi. Por kur zhbllokoi aparatin, pa disa telefonata të humbura. Të gjitha nga një numër që e njohu menjëherë, ishte nga shkolla e Lukasit. Zemra e Mirës filloi të rrinte shpejt. Telefonoi përsëri me duar që i dridheshin. Një sekretare u përgjigj në zilen e dytë. Alo, këtu Mira Kola, nëna e Lukas Kolës. Kam marrë telefonata nga shkolla. Ah, zonja Mira, zëri i sekretares tingëlloi i lehtësuar. Po përpiqesha të flisja me ju. Lukasi u ndje keq gjatë orës së edukimit fizik. Nuk është asgjë serioze, por menduam se do të ishte më mirë të vini ta merrnin. Mira ndjeu një shtrëngim në gjoks. Por ai është mirë. Çfarë ndodhi? I ra të fikët gjatë vrapimit. Kur u zgjua, tha se ishte i trullosur dhe kishte dhimbje koke. Infermierja tashmë ja ka kontrolluar shenjat jetësore, janë normale, por rekomandoi që të kërkoni një mjek për çdo rast. Po vi, tha Mira, tashmë duke filluar të ecte shpejt nëpër trotuar. Arri për 40 minuta. Ajo e mbylli telefonin dhe pothuajse vrapoi deri te stacioni më i afërt i autobusit. Ndërsa priste, të gjitha shqetësimet për kompaninë, për trashëgimin, për drejtuesit armiqësor u avulluan. Asgjë nga këto nuk kishte rëndësi kur djali i saj kishte nevojë për të. Autobusi u vonua 15 minuta të përjetshme për të ardhur dhe Mira hyri duke shtyrë butësisht njerëzit para saj, duke murmuritur justifikime ndërsa shtrëngohej në korridorin e mbushur plot. Gjatë udhëtimit u mbajt të shufra e mbështetjes, duke u lëkundur me lëvizjet e vrullshme të automjetit, mendja e saj vraponte nëpër të gjitha mundësitë. Lukasi kishte qenë gjithmonë një djalë i shëndetshëm. Pse do t'i binte të fikët? Po hante siç duhet. Po flinte mjaftueshëm. Ajo fajsoi veten që nuk kishte vënë re nëse diçka nuk shkonte. Në javët e fundit kishte qenë aq e zhytur me vizitat e Albertit dhe pastaj me zinë e largimit të tij, sa ndoshta nuk i kishte kushtuar vëmendje të mjaftueshme djalit. Kur më në fund arriti në shkollë, një ndërtesë e thjesht dykatëshe e lyer me të verdhë të çelët në lagjen kombinat, Mira vrapoi nëpër portë, u ngjit shkallëve dhe shkoi drejt në infermieri. Lukasi ishte ulur në një barel të ngushtë, fytyra e zbeth, një shprehje e lodhur në sy që e shqetësoi menjëherë. Mami, tha ai kur e pa, duke u përpjekur të buzëqeshte por pa ja dal. Më fal. Nuk doja të shqetësoja. Mira e përqafoi duke ndjerë lehtësimin që e pushtoi kur konstatoi se ai ishte i ndërgjegjshëm dhe fliste normalisht. Çfarë ndodhi, bir? Ke dhimbje? Vetëm dhimbje koke. Dhe u trullosa pa pritur. Mësues Genci mendoi se ishte nga dielli, por nuk ishte aq nxehtë. Infermierja, një grua në moshë të mesme me flokë të kapur në një topuz të shtrënguar dhe një përparse të bardhë pa njolla, u afrua. Zonja Mira? Unë jam Denisa, infermierja e shkollës.
Siç ju thash në telefon, shenjat jetësore të Lukasit janë normale tani, por rekomandoj të kërkoni një mjek. Mund të jetë thjesht lodhje ose dehidratim, por është më mirë të jeni të sigurt. Mira tundi kokën. Do ta çoj tani. Faleminderit që u kujdeset për të. Ajo nënshkroi letrat e nevojshme për të nxjerrë Lukasin nga shkolla dhe e ndihmoi të zbriste shkallët, krahun rreth shpatullave të tij. Lukasi ishte i gjatë për 15 vjeç, pothuajse i njëjtë me të tani, por në atë moment duke i brish, i cenueshëm. Morën një autobus deri te qendra shëndetësore më e afërt, ku ju bashkuan një radhë të gjatë njerëzish që prisnin për t'u vizituar. U ulën në karrige plastike të forta, Mira duke i mbajtur dorën Lukasit. Si e ndjer ditët e fundit, bir? Diçka ndryshe? Lukasi hezitoi para se të përgjigjej. Jam ndjer i lodhur, mami. Dhe ndonjëherë zgjohem në mes të natës me zemrën që më rre shpejt. Por mendova se ishte vetëm ankth për shkak të provimeve. Provimeve, përsëriti Mira, duke ndjer fajin të rritej. Ajo e dinte se Lukasi kishte provime të rëndësishme që po afroheshin, se po studionte për maturën shtetërore edhe pse ishte ende në vitin e 2 të gjimnazit sepse donte të përgatitej paraprakisht. Por kishte qenë aq e zhytur sa nuk i kishte vënë re shenjat e stresit të djali. Pritën 2 orë derisa u thirrën. Mjeku që i vizitoi ishte i ri, sapo i diplomuar, me një shprehje miqësore por të lodhur. E ekzaminoi Lukasin me kujdes, i bëri disa pyetje për simptomat, ushqimin, rutinën e gjumit. Në fund, kërkoi disa analiza gjaku. Mund të jetë anemi, shpjegoi ai. Ose mund të jetë thjesht stres dhe lodhje e akumuluar. Analizat do të na japin një ide më të mirë. Për momentin, rekomandoj ushqim të mirë dhe hidratim të duhur. Mira tundi kokën, duke shënuar gjithçka mendërisht. Kur dolën nga qendra shëndetësore ishte pothuajse ora 4 pasdite. Lukasi ishte më i gjallëruar tani, ngjyra po i kthehej në fytyrë, por Mira ishte ende e shqetësuar. Morën një autobus tjetër, këtë herë për në shtëpi. Shtëpia e Mirës ndodhej në një rrugë të qetë të kombinatit, një ndërtesë e vjetër 2 dhomash me një balkon të vogël përpara. Boja e jashtme ishte zbehur, disa tjegulla duheshin ndërruar, por ishte shtëpi. Kur hyn, nëna Drita ishte ulur në karrigen e saj të preferuar në dhomën e ndenjes, duke bërë fjalë kryqe si zakonisht. Mira. Lukas. Ku ishit? U bëra merak, tha ajo, duke u ngritur me vështirësi, duart e saj me artrit të kapura pas krahëve të karriges. Lukasi u ndje keq në shkollë, gjyshe, shpjegoi Mira. Por tashmë shkuam te mjeku. Do të bëhet mirë. Nëna Drita ju afrua nipit duke i prekur fytyrën me duar të dridhura. Je shumë i zbehtë, djali im. Do të bëj një supë pule. Kjo gjithmonë ndihmon. Ndërsa nëna e saj shkoi në kuzhinë, Mira e çoi Lukasin në dhomën e tij, një hapësirë e vogël me një krevatek, një tavolinë studimi të mbushur me libra dhe një raft plot me trofe futbolli nga koha kur luante në ekipin e lagjes. Ai ushtri me një pëshërtim lehtësimi. Pusho, bir. Për çdo gjë, më thirr. Mami, e thiri Lukasi kur ajo ishte gati të dilte nga dhoma. Si shkoi sot? Ai takimi që kishe? Mira ndaloi, dora në dorez. E gjithë mëngjesi kishte qenë kaq i real, kaq i largët nga jeta e saj normale, saqë për një moment mendoi të mos i tregonte asgjë akoma. Por shikoi djalin e saj, i cili e vëzhgonte me kurreshtje të sinqertë dhe e dinte se ai meritonte ta dinte të vërtetën. Ishte intensive, filloi ajo, duke u kthyer dhe ulur në cep të krevatit. E mban mend zotin Albert që na vizitonte? Sigurisht. Ai ishte shumë i mirë. Më dha të gjithë ata libra, Lukasi tregoi një pirg librash të rinj në tavolinën e tij. Ai na la diçka. Diçka të madhe. Dhe pastaj, Mira i tregoi gjithçka. Për trashëgimin, për aksionet e kompanisë, për takimin me drejtuesit armiqësor, për regjistrimin video të Albertit që shpjegonte vendimin e tij. Lukasi dëgjoi në heshtje, sytë i zgurdulloheshin progresivisht me çdo detaj. Kur ajo mbaroi, pati një heshtje të gjallë. Lukasi po përpunonte informacionin, mendja e tij e re po përpiqej të kuptonte implikimet e asaj që sapo kishte dëgjuar. Pra, tha ai më në fund, ti je, si të thuash, e pasur tani? Mira qeshi, por ishte një e qeshur pa humor. Teknikisht, po. Por bir, nuk do të ndryshoj kush jemi.
Nuk do të ndryshoj vlerat tona, mënyrën tonë të jetesës. Por mund të ndryshoj shumë gjëra, mami. Mund të rregullojmë çatin. Të blejmë një frigorifer të ri. Ti nuk do të kesh nevojë të punosh aq shumë. Mira i përkëdheli flokët djalit. Do t'i marrim gjërat një nga një. Së pari, duhet të kuptoj se çfarë do të thotë vërtet të kesh këtë kompani. Dhe duhet të sigurohem që ti të jesh i shëndetshëm. Lukasi tundi kokën, por kishte diçka në sytë e tij, një shqetësim që po përpiqej ta fshite. Mami, ata do të përpiqen të lëndojnë. Këta njerëz të pasur nuk u pëlqen kur dikush nga jashtë hyn në botën e tyre. Mira ndjeu një shtrëngim në gjoks përballë pjekurisë së parakohshme të djalit të saj. E di, bir. Por do të jem mirë. Zoti Albert më besoi dhe nuk do ta shgënjej. Ajo qëndroi me Lukasin derisa ai ra në gjumë, pastaj shkoi në kuzhinë për të ndihmuar nëna dritën me darkën. Nëna e saj po priste perime ngadalë, gishtat e saj me artrit e bënin çdo lëvizje një luftë të heshtur. Lërm mua ta bëj këtë, mami, tha Mira butësisht, duke i marrë thikën nga duart. Nëna drita u ul në tavolinën e vogël të kuzhinës, duke vëzhguar të bien. I tregove Lukasit për trashëgimin? I tregova. Dhe mua, kur do të më tregosh? Mira buzëqeshi, duke u kthyer për të parë të ëmën. Doja të tregoja pas darkës. Thjesht po përpiqesha ta përpunoja gjithçka së pari. Nëna drita tundi kokën. Ky njeri, ky Albert, ishte shumë i mirë me ne. Por Mira, je e sigurt se ky është një bekim dhe jo një mallkim i fshehur? Mira ndaloi së preri perimet duke e konsideruar pyetjen. Nuk e di, mami. Sinqerisht. Por e di që ai besoi tek unë. Dhe nëse ai besoi, atëherë ndoshta edhe unë duhet të besoj. Ata darkuan në heshtje, supa e pulës së nëna dritës ngrohu jo vetëm trupat e tyre, por edhe shpirtrat. Pas darkës, Mira e ndihmoi të ëmën të shkonte në dhomën e saj, përgatiti gjithçka për natën dhe më në fund mundi të ulej vetëm në balkonin e përparm të shtëpisë. Nata ishte e freskët, një fllad i lehtë lëvizte gjethet e pemës së vogël të mbjellë në trotuar. Rruga ishte e qetë, vetëm disa makina kalonin her pas here, zhurma e largët e televizorëve të ndezur në shtëpitë fqinje. Mira shikoi qiellin, ku disa yje arrinin të shkëlqenin pavarësisht ndotjes së dritës së qytetit. Mendoi për gjithçka që kishte ndodhur. Në mëngjes ishte vetëm Mira, pastruesja, duke shkuar në një takim misterioz. Tani, në fund të ditës, ishte Mira, pronarja e një korporate miliardëshe, nëna e një djali që mund të ishte i sëmur, kujdestare e një nëne të moshuar, dhe dikush që kishte mbi supe përgjegjësinë për të nderuar kujtimin e një njeriu të mirë. Celulari i saj ra, duke e trembur në heshtje. Ishte një numër i panjohur. Hezitoi para se të përgjigjej. Alo? Zonja Mira? Këtu Kamila Spahiu. Unë njoham sot në takim. Mira kujtoi asistenten e re administrative, atë që ishte prezantuar me mirësjellje pasi drejtuesit kryesor dolën. Përshëndetje, Kamila. Si je? Më falni që telefonoj jashtë orarit të punës. Doktor Ferdinandi më dha numrin tuaj. Është se, ndodhi diçka që mendova se duhet ta dinit menjëherë. Mira u drejtua në karrige, zemra i rritë shpejt. Çfarë ndodhi? Zoti Genc thiri një takim jo formal me disa drejtues menjëherë pasi ju u largua. Unë nuk isha e ftuar, por dëgjova disa gjëra. Ata po planifikojnë t'jua vështirësojnë sa më shumë hyrjen në kompani. Do të komplikojnë proceset, do të fshehin informacione të rëndësishme, do të krijojnë pengesa. Mira ndjeu zemërimin të fillonte të vlonte, por e mbajti zërin të qetë. Ata e thanë këtë hapur? Sekretarja e Zotit Genc është shoqja ime. Ajo më tregoi. Zonja Mira, ata nuk do ta pranojnë këtë në mënyrë paqësore. Po përgatisin një luftë. Mira mori frym thellë, duke përpunuar informacionin. Kamila, pse po ma thua këtë? Pati një pauzë nga ana tjetër e linjës. Sepse punoj në këtë kompani prej 5 vitesh. Jam e diplomuar në administrim me nota të shkëlqyera. Por kur nuk jam promovuar, kur nuk jam vënë re, sepse nuk bëj pjesë në rrethin e duhur. Nuk kam kontaktet e duhura, nuk vi nga familja e duhur. Dhe kur ju pash sot duke u trajtuar në atë mënyrë nga njerëz që duhet të kishin më shumë dinjitet, pash pak nga vetja ime.
Pash dik që gjykohet jo për atë që mund të bëj, por nga vjen. Mira ndjeu diçka t'i shtrëngoi në gjoks. Kamila kishte të drejtë. Ato ishin më të ngjashme se sa dukej në shikim të parë. Të dyja ishin gra që sistemi kishte vendosur t'i mbante në vendet e tyre, të padukshme dhe pa zë. Faleminderit që më njoftove, Kamila. Kjo do të thotë shumë. S'ka përse. Dhe zonja Mira, nëse keni nevojë për dik nga brenda kompanisë, dik që i njeh sistemet, proceset, njerëzit, unë jam këtu. Nuk kam asgjë për të humbur dhe kam gjithçka për të fituar duke ndihmuar dik që vërtet kujdeset. Kur e mbyllën, Mira mbeti duke parë telefonin në duart e saj. Pra, kjo ishte një luftë. Genci dhe aleatët e tij nuk do ta pranonin thjesht vendimin e Albertit. Do të luftonin, do ta sabotonin, do të bënin gjithçka në fuqinë e tyre për të provuar se ajo ishte e paftë. Por Mira nuk kishte mbijetuar 42 vjet jetë të vështirë për t'u dorëzuar tani. Nëse ata donin një luftë, ajo do t'ua jepte. Por do të ishte një luftë sipas kushteve të saj, një luftë e bazuar jo në pushtetin korporativ apo manipulim, por në parime, në drejtësi, në bërjen e asaj që ishte e drejtë. Të nesërmen në mëngjes, Mira u zgjua në 5:30 si zakonisht, trupi i përgjigjej alarmit të brendshëm të zhvilluar pas vitesh turnesh nate. Për një moment, e shtrirë në shtrat, mendoi të kthehej të flinte. Nuk i duhej më të punonte si pastruese. Nuk i duhej më të merrte 2 autobus para se të lindte dielli. Por pastaj kujtoi Lukasin, faturën e mjekut që do të duhej të paguante, analizat që duhej të bënte. Derisa gjithçka të formalizohej, derisa të kuptonte vërtet se çfarë do të thoshte të kishte akses në këtë pasuri, do të vazhdonte të jetonte siç kishte jetuar gjithmonë. U ngrit, bëri një dush të shpejt në dushin që funksiononte vetëm me ujë të ftohtë sepse ngrosi ishte prishur muaj më parë, veshi rrobat e saj të zakonshme dhe shkoi në kuzhinë të përgatiste kafe. Nëna Drita ende flinte si Lukasi. Shtëpia ishte e qetë, vetëm zhurma e largët e zogjve që fillonin të këndonin me afrimin e agimit. Por në vend që të shkonte në punën e saj të pastrimit, Mira mori një vendim. Telefonoi mbikëqyrësin e saj dhe kërkoi leje nga turni, duke shpjeguar se kishte çështje urgjente për të zgjidhur. Ai nuk u gëzua, por pranoi. Pastaj, Mira u rregullua me më të mirën që kishte, të njëjtat rroba që kishte veshur një ditë më parë, dhe në orën 7 të mëngjesit ishte përsëri në bulevardin Dëshmorët e Kombit, përballë godinës Basha. Këtë herë, kur hyri, recepcionistët e njohën menjëherë. Anisa, e cila kishte qenë kaq armiqësore një ditë më parë, detyroi një buzëqeshje profesionale. Mirëdita, zonja Kola. Si mund t'ju ndihmoj? Mira vuri re trajtimin ndryshe, por nuk komentoi. Duhet të ngjitem në katin e 40. Anisa hezitoi vetëm një fraksion sekonde para se t'i jepte një tjetër kartë vizitori. Sigurisht. Kalofshi një ditë të mbarë. Mira u ngjit në ashensor, këtë herë më me besim. Kur dyert u hapën në katin e 40, Valbona ishte tashmë në tavolinën e saj, duke punuar në kompjuter. Ajo ngriti syt dhe buzëqeshi kur pa Mirën. Mirëdita, zonja Mira. Nuk prisja t'ju shija sot. Mirëdita, Valbona. Duhet të flas me Palin, drejtorin e burimeve njerëzore. A është i lirë? Valbona kontrolloi diçka në kompjuter. Po, është. Do ta njoftoj se jeni këtu. 5 minuta më vonë, Mira ishte ulur në zyrën e Pali Myftarit, një dhomë më e vogël por e rehatshme, me rafte plot me libra për menaxhimin e njerëzve dhe kuadro motivuese në mure. Pali shërbeu kafe në filxhan të thjeshtë dhe ul pas tavolinës së tij, duart e ndërthurura mbi sipërfaqen e drurit. Çfarë mund të bëj për ju, Mira? Mira mori frym thellë. Dua të di gjithçka për punonjësit e kësaj kompanie. Jo vetëm drejtuesit, por të gjithë. Personelin e pastrimit, të mirëmbajtjes, të sigurisë, të recepcioneve. Dua të di kush janë, sa fitojnë, sa kohë kanë që punojnë këtu. Pali ngriti vetullat, i befasuar por qartësisht i kënaqur. Mund të përgatis raporte të plota. Do të duen disa ditë. Atëherë fillo sot, tha Mira. Dhe Pali, kam nevojë për një favor. Duhet të jesh diskret. Ka njerëz në këtë kompani që nuk duan që unë të kem sukses. Pali tundi kokën ngadalë. E kuptoj. Dhe mund të them, Mira, se admiroj atë që po bëni.
Zoti Albert gjithmonë donte që t'u kushtoni më shumë vëmendje punonjësve të bazës, por gjithmonë kishte rezistencë nga drejtuesit. Thoshin se ishte shpërdorim burimesh. Nuk është shpërdorim të vlerësosh njerëzit që vërtet bëjnë punën, tha Mira. Dhe pali edhe një gjë. Kamila Spahiu, asistentja administrative. Më trego për të. Pali buzëqeshi. Kamila është e jashtëzakonshme. Një nga punonjëset më të mira që kemi. E përpikt, e përkushtuar, jashtëzakonisht kompetente. Ka kërkuar promovim 3 herë në 2 vitet e fundit, por gjithmonë i është refuzuar. Nga kush? Nga Genci dhe Helena. Pretendojnë se ajo nuk ka përvojën e nevojshme, por në të vërtetë është sepse ajo nuk bën pjesë në rrethin e tyre shoqëror. Nuk frekuenton të njëjtat restorante, nuk ka shkuar në të njëjtat universitete private të shtrenjta. Mira ndjeu zemërimin t'i ngjitej përsëri, por e kanalizoi në vendosmëri. Kjo do të ndryshoj, pali. Tani e tutje, promovimet do të bazohen në merit, jo në kënje. Pali u përkul përpara, syt i shkëlqenin me diçka që dukej si shpresë. Ju e dini se do të përballeni me shumë rezistencë, apo jo? Jo vetëm nga Genci, Helena dhe Besarti, por nga një kulturë e tërë që është e rrënjosur në këtë kompani prej dekadash. E di. Por zoti Albert nuk ma dha këtë kompani duke pritur që unë të mbaja gjithçka siç ishte. Ai donte ndryshim. Dhe unë do t'ja jap atë me çdo kusht. Kaluan mëngjesin duke rishikuar dokumente, pali duke shpjeguar strukturat organizative, departamentet e ndryshme, hierarkitë. Mira përthithte gjithçka si një sfungjer duke bërë shënime në një fletore të vjetër që kishte sjell nga shtëpia. Ishte shumë informacion, kompleks dhe ndonjëherë kontradiktor, por ajo ishte e vendosur të kuptonte. Rreth mesditës, Kamila trokiti në derën e zyrës së palit. Zonja Mira, keni një moment? Sigurisht, Kamila. Hyni. Kamila hyri duke mbajtur një dosje. Arrita të gjej disa informacione që ndoshta do të jenë të dobishme. Regjistrime të mbledhjeve të 6 muajve të fundit, duke përfshirë vendime që janë marrë pa u konsultuar me Këshillin e Plodh. Dhe gjeta disa parregullsi financiare në raportet e shpenzimeve të zotit Genc. Mira mori dosjen duke shfletuar dokumentet. Pali u afrua duke lexuar mbi supin e saj. Syt i zgurdulluan kur pa numrat. Kjo këtu, tregoi ai një rresht specifik, është një shpenzim prej gati 20 milion lekësh i listuar si udhëtim biznesi. Por nuk ka detaje, nuk ka fatura të bashkëngjitura. Kamila tundi kokën. Gjeta 3 shpenzime të tjera të ngjashme në 4 muajt e fundit. Të gjitha të miratuara dhe të paguara, të gjitha pa dokumentacion të duhur. Mira e mbylli dosjen ngadalë. A mjafton kjo për një hetim të brendshëm? Pali hezitoi. Teknikisht, po. Por Mira, nëse shkoni në këtë rrugë, po shpallni luftë të hapur. Atëherë le të jetë, tha Mira qetësisht. Nuk do të lejoj që të vjedhin nga kjo kompani, jo kur e di se ka punonjës të ndershëm që luftojnë për të paguar faturat e tyre me paga të drejta, ndërsa drejtues të pandershëm shpërdorojnë burime. Kaloi pasditën në mbledhje me Palin dhe Kamilën duke planifikuar hapat e ardhshëm. Vendosën se së pari do të bënin një auditim të plotë të departamenteve nën kontrollin e drejtpërdrejtë të Gencit, Helenës dhe Besartit. Pastaj, bazuar në rezultatet, do të merrnin veprime të përshtatshme. Kur Mira doli nga ndërtesa në orën 5 pasdite, ndihej e raskapitur por çuditërisht e energjizuar. Kishte një plan tani, një rrugë për të ndjekur. Nuk do të ishte e lehtë dhe sigurisht do të haste më shumë rezistencë, por të paktën po vepronte, po bënte diçka konkrete për të nderuar besimin që Alberti i kishte dhënë. Në autobus duke u kthyer në shtëpi, shikoi nga dritarja qytetin që tani dukej ndryshe. Ishte ende e njëjta Tiranë, me ndërtesat e saj të larta, rrugët e saj të bllokuara, përzierjen e saj kaotike të pasurisë dhe varfërisë. Por Mira e shite me sy të rinj, me një ndërgjegjësim në rritje se kishte pushtet tani, pushtet real për të bërë ndryshim në jetën e njerëzve të vërtetë. Kur arriti në shtëpi, gjeti Lukasin në dhomën e ndenjes, duke bërë detyrat e shtëpisë. Ai ngriti syt kur ajo hyri. Si shkoi dita, mami? Mira u ul pranë tij në divan, duke hequr këpucët dhe duke masazhuar këmbët e dhimbshme. Ishte produktive. Po e jotja. Si po ndihesh? Më mirë. Gjyshja bëri një drekë të mrekullueshme.
Dhe shiko këtë, ai tregoi një flet letre. Notat e mia të 3 mujorit të fundit. Vetëm nota të larta. Mira mori letrën duke ndjer krenarin t'i fryej në gjoks. Jam kaq krenare për ty, bir. Ajo shikoi Lukasin, djalin e saj që po rritej kaq shpejt, që studionte kaq shumë pavarësisht të gjitha vështirësive, që kur nuk ankoi pavarësisht se e shite të punonte deri në raskapitje. Dhe bëri një premtim të heshtur. Do ta përdorte këtë pushtet që Alberti i kishte dhënë jo vetëm për ta nderuar atë, por për të krijuar një botë më të mirë për djalin e saj, një botë ku njerëz si ata nuk do të gjykoheshin më nga rrobat që vishnin apo lagja ku jetonin, por nga përmbajtja e karakterit të tyre. Betejë sapo kishte filluar, por Mira ishte gati. Dhe këtë herë, ajo nuk do të luftonte vetëm. Kapitulli 4. 2 javë kaluan që nga ajo mbledhje e parë shpërthyese. 2 javë ku Mira u zhyt në detajet e kompanisë, duke studiuar raporte deri në orët e vona të natës, duke bërë pyetje të cilave Pali dhe Kamila u përgjigjeshin me durim të pafund. 2 javë ku Genci dhe aleatët e tij krijonin pengesa delikate, shtynin mbledhje, fshinin informacione kyçe, përhapnin thashetheme mes punonjësve për paftësinë e pronarës së re. Por Mira nuk ishte më vetëm. Pali kishte ngritur në mënyrë diskrete një ekip auditimi të brendshëm, duke rishikuar çdo shpenzim të dyshim të 2 viteve të fundit. Kamila koordinonte gjithçka, duke kryqëzuar të dhëna, duke identifikuar modele, duke ndërtuar një rast solid dhe të pakundërshtueshëm. Dhe Beatrisa, menaxherja e komunikimit të brendshëm, filloi të mbillte farat e ndryshimit, duke biseduar me punonjës të gjitha niveleve, duke dëgjuar shqetësimet e tyre, shpresat e tyre. Ishte një e premte në mëngjes kur Mira arriti në ndërtesë e veshur me një kostum që Beatrisa e kishte ndihmuar ta zgjidhte, një xhaketë blu të errët mbi një bluzë të bardhë dhe pantallona të zeza, ende të thjeshta por më të përshtatshme për mjedisin korporativ. Këpucët e saj ishin të reja, të blera me paradhënien e parë që avokatët i kishin liruar. Nuk ishin të shtrenjta, por ishin të rehatshme dhe të përshtatshme. Kur kaloi pranë recepcionit, vuri re se Anisa nuk ishte më aty. Në vend të saj ishte një grua më e moshuar, rreth të 50-tave, me flokë të thinjur dhe një buzëqeshje të ngrohtë. Ajo u ngrit kur pa Mirën. Mirdita, zonja Kola. Unë jam Clarisa, recepcionistja e re. Kënaqësi që ju njoh. Mira buzëqeshi, duke vënë re ndryshimin në trajtim. Kënaqësia është e imja, Clarisa. Në ashensor, ndërsa ngjitej në katin e 40, Mira rishikoi mendërisht planin e ditës. Kishte thirrur një mbledhje të jashtëzakonshme të drejtorisë për në orën 10. Të gjithë drejtuesit kryesor do të ishin të pranishëm, përfshirë Gencin, Helenën dhe Besartin. Dhe këtë herë do të ishte ajo që do të kontrollonte rrëfimin. Valbona e priti me një kafe tashmë të përgatitur, pikërisht siç i pëlqente Mirës, me pak sheqer. Gjithçka gati për mbledhjen, zonja Mira. Avokatët tashmë kanë mbërritur dhe po presin në sallë. Mira tundi kokën, duke pirë një glënjë kafe. Si janë ata? Genci është dukshëm i irrituar. Helena po përpiqet të ruajë qetësinë, por duket se është nervoze. Besarti është i qetë, duke vëzhguar gjithçka. Po pjesa tjetër e drejtorisë? Pali, Kamila dhe Beatrisa janë tashmë atje gjithashtu. Përveç drejtorëve të tjerë të departamenteve që keni ftuar. Mira e mbaroi kafen, la filxhanin në tavolinën e Valbonës dhe u drejtua drejt sallës së mbledhjeve. Kur hapi dyert e 2 fishta, u prit nga një det fytyrash të kthyera në drejtim të saj. Salla ishte më e mbushur se herën e fundit. Përveç drejtuesve kryesor, kishte 6 persona të tjerë që ajo i kishte ftuar posaçërisht, përfaqësues të sektorëve të ndryshëm të kompanisë. Ajo zuri vendin e saj në krye të tavolinës, të njëjtin vend ku Alberti ulej zakonisht. Për një moment, ndjeu peshën e asaj karrigeje, të atij pozicioni, të asaj përgjegjësie. Por pastaj kujtoi fjalët e tij në regjistrim, për besimin tek ajo, për besimin në mirësinë dhe karakterin e saj. Mori frym thellë dhe filloi. Mirdita të gjithëve. Faleminderit që erdhët. E di që kjo mbledhje u thirr me pak njoftim, por ka çështje urgjente që duhet të diskutojmë. Genci u përkul përpara, bëryllat në tavolinë, një shprehje përbuzjeje të fshehur keq në fytyrë. Çështje urgjente? Apo një tjetër seancë terapie në grup për vlerat dhe mirësinë? Disa të qeshura nervoze bën jehon nëpër sallë. Mira nuk reagoi, vetëm priti që heshtja të kthehej. Kur të gjithë ishin përsëri të qetë, vazhdoi.
Në 2 javët e fundit, kam kryer një rishikim të gjerë të operacioneve të kësaj kompanie. Kam pasur ndihmën e njerëzve kompetent dhe të përkushtuar, ajo shikoi Palin, Kamilën dhe Beatrisën, të cilët tundën kokën në shenjënjohjeje. Dhe kam zbuluar gjëra që më shqetësojnë thellësisht. Helena kryqëzoi krahët. Dhe çfarë saktësisht zbuluat? Që jemi një kompani fitimprurëse dhe e suksesshme? Zbulova, tha Amira qetësisht, se ka një model sistematik shpenzimesh të pajustifikuara, favorizim në proceset e punësimit dhe promovimit dhe një kulturë mos respektimi ndaj punonisëve të niveleve më të ulta hierarkike që kufizohet me abuzimin. Heshtja që pasoi ishte e tensionuar. Genci ngushtoi sytë. Këto janë akuza shumë serioze. Shpresoj të keni prova për të mbështetur këto pretendime qesharake. Kam, konfirmoi Mira. Ferdinand, të lutem. Ferdinand Castro u ngrit, hapi dosjen e tij dhe shpërndau dokumente rreth tavolinës. Këto janë regjistrime të shpenzimeve të 18 muajve të fundit. Konkretisht, shpenzime të listuara si udhëtime biznesi dhe kosto operacionale, por që u mungon çdo dokumentacion i duhur mbështetës. Helena mori një nga dokumentet, syt i përshkuan numrat. Ky është një gabim përpunimi. Ndodh gjatë gjithë kohës. Nuk është gabim, ndërhyri Roland Meta, avokati i dytë. Është një model i qëndrueshëm. Më shumë se 200 milion lekë në shpenzime të dyshimta, të gjitha të miratuara nga të njëjtët 3 drejtues. Ai shikoi drejt për drejt Gencin, Helenën dhe Besartin. Genci e hodhi letrën përsëri në tavolinë. Kjo është një gjueti shtrigash. Një përpjekje amatore për të na diskredituar sepse ndiheni e pasigurt në pozicionin tuaj. Mira e ruajti qetësinë, megjithse ndjente zemërimin që vlonte nën sipërfaqe. Nuk është gjueti shtrigash kur faktet janë të qarta. Dhe ka më shumë. Pali, mund të na tregosh zbulimet e tua për proceset e punësimit? Pali u ngrit duke rregulluar syzet. Në 3 vitet e fundit, të gjitha promovimet për pozicione menaxheriale ose më lart kanë shkuar për njerëz brenda një grupi demografik shumë specifik. Njerëz që frekuentojnë të njëjtat klube shoqërore, që kanë shkuar në të njëjtat universitete private të shtrenjta, që jetojnë në të njëjtat lagje të pasura. Punonjës të kualifikuar me origjinë më modeste janë injoruar vazhdimisht, pavarësisht performancës së tyre. Një nga drejtorët e ftuar, një burr më i vjetër i quajtur Anton, i cili kujdesej për departamentin e inxhinierisë, foli për herë të parë. Mund ta konfirmoj këtë. Kam pasur 3 inxhinier të jashtëzakonshëm në ekipin tim që kanë kërkuar promovim disa herë. Të gjithëve u është refuzuar, gjithmonë me justifikime të paqarta. Ndërkohë, njerëz më pak të kualifikuar por me kontaktet e duhura janë promovuar mbi ta. Besarti më në fund foli, zëri i tij i kontrolluar por me një tet të mprehë. Dhe çfarë saktësisht propozoni të bëni për këtë, Mira? Të na pushoni të gjithëve sepse nuk i miratojnë politikat tuaja të drejtësisë sociale? Mira e shikoi drejt për drejt. Nuk do të pushoj askën sepse nuk pajtohet me mua. Por do të pushoj çdo që ka abuzuar me pozicionin e tij për përfitim personal, që ka shpërdoruar burimet e kompanisë ose që ka krijuar një mjedis pune toksik të bazuar në diskriminim. Ajo u ngrit duke marrë një dosje që Pali e kishte përgatitur. Genc përmeti, si drejtor i përgjithshëm, ju keni miratuar shpenzime që arrin në më shumë se 80 milion lekë pa dokumentacion të duhur. Ju gjithashtu keni blokuar sistematikisht promovimet e punonjësve të kualifikuar që nuk ishin pjesë e rrethit tuaj shoqëror. Dhe sipas raporteve të shumta që kam mbledhur në javët e fundit, ju keni krijuar një mjedis ku vartësit kanë frikë të sjellin ide ose të vënë në dyshim vendime nga frika e hakmarrjes. Genci u ngrit vrullshëm, fytyra e kuqe nga zemërimi. Ti nuk mund të më pushosh. Unë punoj në këtë kompani prej 15 vitesh. Kam ndërtuar gjysmën e marrëdhënieve që e mbajnë këtë biznes në këmbë. Dhe megjithatë, tha Mira qetësisht, ju gjithashtu keni ndërtuar një kulturë frike dhe favorizimi që po e minon kompaninë nga brenda. Me efekt të menjëhershëm, ju jeni i pushuar nga puna. Do të keni një kompensim siç parashikohet në kontratën tuaj, por duhet ta lini ndërtesën sot. Shoku në sallë ishte i prekshëm. Helena ishte e zbeth, duart i shtrëngonin krahët e karriges. Besarti shikonte Mirën me një shprehje që përziente habin dhe diçka që mund të ishte respekt ngurues. Genci drejtoi një gisht të dridhur drejt Mirës. Do të pendohesh për këtë.
Do të padis, do të shkatërroj reputacionin, do të sigurohem që kur të mos merresh seriozisht në këtë sektor. Mund të provosh, u përgjigj Mira, zëri i saj i vendosur. Por nuk do t'i ndryshosh faktet. Sjellja jote ka qenë e papranueshme dhe nuk do të lejoj që të vazhdoj. 2 roje sigurie hynë në sallë, të thirrur në mënyrë diskrete nga Valbona. Genci i shikoi me indinjat, pastaj u kthye nga Mira me urrëtie të pastër në sy. Ti nuk je asgjë, pështyu fjalët. Një pastruese që shtiret si drejtuese. Do të dështosh, dhe kur të dështosh, unë do të jem aty për të qeshur. Ai doli i shoqëruar nga rojet, hapat e tij të rënd bën jehon në korridor. Kur dera u mbyll, Mira u kthye nga Helena. Helena Malaj, ju gjithashtu keni miratuar shpenzime të dyshimta dhe keni marrë pjesë aktivisht në praktika diskriminuese punësimi. Përveç kësaj, punonjës të shumt kanë raportuar se keni bërë komente përçmuese për kolegë me origjinë më modeste, duke krijuar një mjedis armiqësor. Helena u ngrit duke u përpjekur të ruante dinjitetin. Unë jap dorëheqjen para se ti ta kesh atë kënaqësi. Dhe mund të jesh e sigurt se avokatët e mi do të dëgjojnë për këtë. Ata janë të mirë pritur të kontaktojnë avokatët tanë, tha Mira. Por faktet mbeten të njëjta. Helena doli, jo aq dramatikisht sa Genci, por me një shprehje zemërimi të përmbajtur që fliste shumë. Mira shikoi Besartin, i cili ishte ende ulur duke vëzhguar gjithçka me vëmendje. Besart Rama, filloi ajo. Ai ngriti një dorë. E di. Kam marrë pjesë në të njëjtat praktika, kam miratuar të njëjtat shpenzime. Nëse do të më pushosh, bëje shpejt. Mira e studioi për një moment. Analizat e saj për veprimet e tij treguan diçka interesante. Ju keni miratuar më pak shpenzime të dyshimta se Genci dhe Helena. Dhe kur bisedova me punonjësit e departamentit tuaj, megjithse shumë ankoheshin për kulturën e përgjithshme të kompanisë, askush nuk u ankua specifikisht për ju. Besarti rudhi vetullat, qartësisht nuk e priste këtë. Çfarë po thua? Po them se ju ndoqët shembullin e udhëheqjes që kishit mbi vete. Nuk po them se kjo ju shfaqson plotësisht, por jam e gatshme t'ju jap një shans. Një shans të vetëm. Vazhdoni në pozicionin tuaj, por në mbikëqyrje të afërt. Dhe dua që të jeni pjesë e ndryshimit kulturor që po zbatojmë. Më tregoni se mund të jeni më i mirë. Besarti qëndroi në heshtje për një moment të gjatë, duke përpunuar. Më në fund, tundi kokën ngadalë. E kuptoj. Dhe pranoj. Mira u ul përsëri, pesha e pushimeve nga puna po i rëndonte. Por kishte më shumë për të bërë. Shikoi Kamilën, e cila ishte ulur më në fund të tavolinës, sytë e zgurdulluar duke parë gjithçka të shpalosej. Kamila spahiu, tha Mira, dhe e reja u drejtua menjëherë. Në vitet e fundit, ju keni treguar për kushtim të jashtëzakonshëm, kompetencë dhe integritet. Jeni injoruar vazhdimisht për promovime pavarësisht kualifikimeve tuaja. Kjo mbaron sot. Po ju emëroj menaxhere të re të operacioneve, duke zëvendësuar Besartin, i cili do të zhvendoset në një departament tjetër ku mund të vlerësojmë më mirë performancën e tij. Kamilës i mbeti goja hapur, lotët i rodhen menjëherë në sy. Nuk di çfarë të them. Thuaj që pranon, buzëqeshi Mira. Pranoj. Sigurisht që pranoj. Dhe betohem se nuk do t'ju shgënjej. Pali u përkul dhe i pëshpëriti diçka Kamilës, e cila tundi kokën me forcë. Mira vazhdoi, duke ju drejtuar tani të gjithë sallës. Ndryshimet që po zbatoj sot janë vetëm fillimi. Në javët e ardhshme do të rishikojmë të gjitha proceset e punësimit dhe promovimit, duke siguruar që ato të bazohen në merit, jo në lidhje. Do të zbatojmë programe trajnimi dhe zhvillimi për punonjës të gjitha niveleve. Do të krijojmë kanale të sigurta që çdo punonjës të mund të raportojë shqetësime pa frikën e hakmarrjes. Dhe do të ndryshojmë kulturën e kësaj kompanie nga një e bazuar në elitizëm dhe arrogancë në një të bazuar në respekt dhe dinjitet. Antoni, drejtori i inxhinierisë, duartrokiti ngadalë. Ishte koha që dikush ta bënte këtë. Keni mbështetjen time të plotë. Drejtor të tjerë murmuritën miratim. Nuk ishte unanimitet, Mira mund të shihte rezistencë në sytë e disave, por ishte një fillim. Edhe një gjë, tha Mira. Dua të vendos një pagë minimale më të lartë për të gjithë punonjësit e kompanisë. Nuk është e pranueshme që njerëzit që punojnë 40 orë në javë mezi të arrijnë të paguajnë faturat e tyre.
pali buzëqeshi. Tashmë i kam përgatitur llogaritjet. Është financiarisht e mundur dhe ende do të ruajmë marzhe fitimi të shëndetshme. Ferdinandi u ngrit. Nëse nuk ka asgjë tjetër, do të filloj të përgatis të gjithë dokumentacionin ligjor për ndryshimet e diskutuara sot. Zoti Besart, do t'ju duhet të nënshkruani disa dokumente për pozicionin tuaj të ri. Mbledhja u mbyll dhe njerëzit filluan të dilnin. Kamila ju afrua mirës, lotët ende i rridhnin në përfaqe. Nuk di si t'ju falenderoj. Ju ma ndryshuat jetën sot. Mira e përqafoj të ren. E meriton, Kamila. Dhe do të bësh një punë të jashtëzakonshme. Kur të gjithë dolën, Mira mbeti vetëm në sallë për disa minuta, duke shikuar nga dritarja Tiranën. Qyteti vazhdonte kërcimin e tij të furishëm atje poshtë, indiferent ndaj dramave që shpaloseshin në rrokaqjet e tij. Por për Mirën, diçka themelore kishte ndryshuar. Kishte përdorur pushtetin e saj të ri të papritur, jo për hakmarrje të vogël, por për të krijuar drejtësi. Nuk kishte qenë lehtë dhe sigurisht nuk kishte mbaruar, por ishte një hap i rëndësishëm. Celulari i saj ra. Ishte Lukasi. Mami, erdhën rezultatet e analizave. Mira ndjeu zemrën t'i rritë shpejt. Dhe? Kam anemi. Mjeku tha se është për shkak të dietës së keqe. Duhet të ha më mirë dhe të marr disa suplemente. Asgjë serioze. Lehtësimi e pushtoi si një valë. Kjo është fantastike, birë. Do të kujdesemi për këtë. Do të blej gjithçka që të duhet. Kur e mbylli, Mira ndjeu lot lehtësimi t'i rridhnin në përfaqe. Lukasi ishte mirë. Do të bëhej mirë. Dhe tani, ajo kishte mjetet për të siguruar që ai të kishte ushqimin e duhur, kujdesin mjekësor të nevojshëm, gjithçka që meritonte. Javët në vijim ishin një vorbull aktiviteti. Mira punsoi konsulent për ta ndihmuar të kuptonte më mirë operacionet e kompanisë. Zbatoi ndryshimet e premtuara, duke u përballur me rezistencë në disa sektor, por duke gjetur mbështetje entuziaste në të tjerë. Lajmi për veprimet e saj u përhap shpejt, si brenda ashtu edhe jashtë kompanisë. Media e mori historinë. Pastruesja që trashëgoi një perandori dhe menjëherë filloi ta transformonte atë. Disa e quanin heroin, të tjerë idealiste naive. Por Mira nuk shqetësohej për opinionet e jashtme. Shqetësohej vetëm për të bërë atë që ishte e drejtë. Një muaj pas pushimeve nga puna, Mira ishte në zyrën e saj të re, një dhomë më e vogël se ajo që përdorte Genci, por me të njëjtën pamje spektakolare të qytetit, kur Clarisa, recepcionistja e re, e thiri në interfon. Zonja Mira, ka dikush këtu për t'ju takuar. Thotë se është nga një shkollë biznesi. Mira rudhi vetullat, por i tha ta lejonte të hynte. Një burr në moshë të mesme me mjekër të thinjur dhe syze leximi hyri, duke i zgjatur dorën. Zonja Kola, unë jam profesor Henry Morina, nga Fakulteti i Ekonomisë. E kam ndjekur historinë tuaj me interes të madh. Do të doja t'ju ftoja të flisnit para studentëve tanë për udhëheqjen etike. Mira qeshi, sinqerisht e befasuar. Profesor, unë mezi kam mbaruar gjimnazin. Nuk kam kualifikime për të dhënë mësim në një universitet. Me gjithë respektin, tha ai butësisht, ju keni diçka që shumë nga studentët tanë nuk do ta kenë kurrë, pavarësisht sa diploma grumbullojnë. Keni përvojë të vërtet jete, empati të sinqert dhe guxim moral. Këto janë cilësitë që duhet të kultivojmë te brezi i ardhshëm i liderëve. Mira e mendoi. Përfundimisht pranoi. Nëse historia e saj, udhëtimi i saj i pamundur nga pastruese në pronare korporate, mund të frymëzonte të tjerët, atëherë ja vlente ta ndante. 3 muaj pas ndryshimeve të para, Mira thiri një asamble të përgjithshme të punonjësve. Mori me qira një auditorium mjaft të madh për t'i akomoduar të gjithë, nga drejtuesit të personeli i pastrimit. Kur u ngjit në skenë duke parë atë det fytyrash, ndjeu të njëjtat flutura në stomak që kishte ndjerë në mbledhjen e saj të parë me drejtorinë. Por këtë herë ishte ndryshe. Këtë herë kishte fytyra të buzëqeshura në publik. Kishte shpresë në sytë e njerëzve. Mirdita të gjithëve, filloi ajo, zëri i saj i përforcuar nga mikrofona. E di që muajt e fundit kanë qenë të trazuar. Ndryshimet janë gjithmonë të vështira, veçanërisht ndryshime kaq radikale sa ato që kemi zbatuar. Por dua të ndaj me ju pse këto ndryshime ishin të nevojshme. Ajo tregoi historinë e saj.
Jo të gjitha detajet, por mjaftueshëm. Foli për punën si pastruese, për gjetjen e Albertit në trotuar, për vizitat që i ndryshuan jetën. Foli për vendimin e tij për ta lënë atë si trashëgimtare dhe për peshën e përgjegjësisë që kjo solli. Zoti Albert nuk më zgjodhi sepse isha personi më i kualifikuar teknikisht, tha ajo. Ai më zgjodhi sepse pa tek unë diçka që i mungonte në botën korporative. Pa dikë që i trajtonte të gjithë me dinjitet, pavarësisht pozicionit apo statusit të tyre. Dhe ai donte që kjo kompani të pasqyronte këto vlera. Ajo bëri një pauzë, duke i lënë fjalët të zinin vend. Pastaj vazhdoi. Në muajt e fundit kemi bërë ndryshime të rëndësishme. Kemi pushuar drejtues që abuzonin me pozicionet e tyre. Kemi promovuar punonjës bazuar në merit, jo në lidhje. Kemi rritur pagat. Kemi krijuar programe zhvillimi. Dhe kemi krijuar kanale që ju, të gjithë ju, të mund të keni një zë. Ajo tregoi drejt publikut. Por këto ndryshime nuk do të thonë asgjë nëse nuk vazhdojmë të jemi të përkushtuar ndaj tyre çdo ditë. Unë nuk jam e përsosur. Do të bëj gabime. Por ju premtoj se gjithmonë do të përpiqem të bëj atë që është e drejtë, se gjithmonë do t'i vlerësoj njerëzit mbi fitimet, se gjithmonë do të kujtoj nga vi. Duartrokitjet filluan ngadalë, disa punonjës duke duartrokitur, pastaj u përhapën nëpër sallë si një valë, duke u rritur derisa u bën shurdhuese. Mira pa lot në shumë fytyra, buzëqeshje në të tjera. Pa shpresë, dhe kjo bëri që gjithçka të ja vlente. Pas asamblesë, Mirës ju afruan 10 punonjës, secili donte të ndante një histori, të shprehte mirënjohje, thjesht t'i shtrëngonte dorën. Mes tyre ishte një grua e moshuar, rreth të 60-tave, me uniformën blu të personelit të pastrimit. Zonja Mira, tha ajo me droj, unë jam zonja Roza. Punoj këtu prej 20 vitesh, duke pastruar banjo dhe zyra. Mira i kapi duart. Përshëndetje, zonja Roza. Faleminderit për punën tuaj. Sytë e zonjës Roza u mbushën me lodh. Askush nuk më ka falënderuar kur më parë. Askush nuk më ka parë kur. Por sot, për herë të parë në 20 vjet, ndjej se kam rëndësi. Mira e përqafoi, lotët e saj binin lirshëm tani. Ju gjithmonë keni pasur rëndësi, zonja Roza. Gjithmonë. Atë natë, kur Mira më në fund arriti në shtëpi, gjeti Lukasin dhe nëna Dritën që e prisnin në dhomën e ndenjes. Kishin përgatitur një darkë speciale, një tortë me qirim. Ishte ditëlindja e saj, Mira e kishte harruar plotësisht me gjithë atë zallamahi. Gëzuar ditëlindjen, mami. Lukasi e përqafoi fort. Nëna Drita, tani duke lëvizur më lehtë pas trajtimeve mjekësore të duhura që më në fund mund t'i përballonin, gjithashtu e përqafoi. Jam kaq krenare për ty, bia ime. Gjithmonë e kam ditur se ishe e veçantë. U ulën së bashku, duke ngrënë tortë dhe duke biseduar për ditën. Mira shikoi familjen e saj, atë copës të vogël dashurie dhe normaliteti që e mbante të ankoruar dhe ndjeu mirënjohje të thellë. Kishte kaluar kaq shumë, ishte përballur me kaq shumë sfida, por në fund, ajo që kishte rëndësi ishte të ishte aty, me njerëzit që donte. Mami, tha Lukasi pasi mbaruan së ngrëni, kam një lajm. Kam marrë një bursë studimi të plot për universitetin. Do të mund të studioj inxhinieri. Mira e përqafoi, lot gëzimi i rridhnin në përfaqe. Kjo është e mrekullueshme, bir. E meriton kaq shumë. Dhe ka më shumë, vazhdoi ai duke buzëqeshur. Thanë se ishte për shkak të programit të bursave që zbatoi korporata Basha. Programi që krijove ti. Mira ndaloi duke përpunuar informacionin. Programi i bursave kishte qenë ideja e Beatrisës, një mënyrë për të investuar në arsim për të rinj nga komunitetet në nevojë. Mira e kishte miratuar me entuziazëm, por kur nuk e imagjinoi se djali i saj do të përfitonte. Është sikur gjithçka u kthye në një rreth të plot, përshpëriti ajo. 6 muaj pas mbledhjes së parë shpërthyese, Mira ishte përsëri në sallën e mbledhjeve të katit të 40. Por këtë herë ishte ndryshe. Tavolina ishte e rrethuar nga fytyra të ndryshme, një përzierje drejtuesish me përvojë dhe talentesh të reja të promovuar nga brenda kompanisë. Kamila ishte aty, e sigurt në pozicionin e saj të ri. Pali vazhdonte si drejtori i burimeve njerëzore, tani me një ekip të zgjeruar. Beatrisa ishte promovuar në zëvendës presidente të komunikimit. Dhe kishte fytyra të reja, njerëz me origjinë të ndryshme, njerëz që sollën perspektiva të freskëta dhe ide inovative.
Mbledhja ishte për rezultatet financiare të tremujorit. Numrat ishin të mirë, më të mirë se sa pritej. Kompania jo vetëm që i kishte mbijetuar ndryshimeve radikale, por po lulëzonte. Doli që, kur i trajton punonisit me dinjitet, kur u jep mundësi të bazuara në merit, kur krijon një kulturë respekti, njerëzit punojnë më mirë, më të lumtur dhe më produktiv. Ferdinand Castro, i cili ende vepronte si këshilltar ligjor, prezantoi numrat. Po shohim rritje në të gjithë sektorët. Morali i punonisëve është në pikën më të lartë në vite. Dhe reputacioni ynë në treg është përmirësuar ndjeshëm. Kompanitë po na kërkojnë për partneritet, studentët e sapo diplomuar po aplikojnë për të punuar këtu në numra rekord. Mira Buzqeshi, duke ndjerë të njëjtën krenari që kishte ndjerë kur Lukasi i tregoi notat. Kjo është ajo që ndodh kur ndërton diçka të bazuar në vlera reale, jo vetëm në fitime. Pas mbledhjes, Mira mbeti vetëm në sallë edhe një herë, rutina e saj e zakonshme. Shikoi qytetin poshtë, Tiranën me gjithë kompleksitetin dhe kontradiktat e saj. Mendoi për Albertin, se si ai do të ishte krenar për ndryshimet e zbatuara. Mendoi për udhëtimin e pamundur që e solli deri aty, nga një pastruese e padukshme në një udhëheqëse të respektuar. Telefoni i saj ra. Ishte një mesazh nga Lukasi, një foto e tij në ditën e parë të shkollës në universitet, duke buzëqeshur me uniformën e re, i rrethuar nga kolegë. Mira e ruajti foton, zemra i fryhej nga dashuria dhe krenaria. Shikoi reflektimin në dritare, duke parë jo më një grua të pasigurt me rroba të papërshtatshme, por dikë që kishte gjetur vendin e saj, qëllimin e saj. Ende kishte shumë për të mësuar, ende do të përballej me sfida, ende do të bënte gabime. Por ishte gati. Ishte e përgatitur. Dhe më e rëndësishmja, po i qëndronte besnike vetes dhe vlerave që Alberti kishte parë tek ajo. Mira mori çantën e saj, tani një çantë lëkure e re, por e thjeshtë, dhe u drejtua drejt derës. Kishte një darkë që e priste në shtëpi, një familje që e donte, dhe një jetë të re që ende po mësonte ta lundronte. Por ndryshe nga frika dhe pasiguria që kishte ndjerë muaj më parë, tani ndjente shpresë. Shpresë se ndryshimi i vërtet ishte i mundur, se një person mund të bënte ndryshim, se mirësia nuk ishte dobësi, por forca më e madhe nga të gjitha. Dritat e Tiranës filluan të ndizeshin në mbrëmjen që po binte, duke e shndërruar qytetin në një tapet yjesh toksore. Dhe atje lart në katin e 40, Mira Kola, pastruesja që u bë pronare, gruaja që shpëtoi një njeri dhe trashëgoi një perandori, Buzqeshi. Udhëtimi kishte qenë i papritur, sfidues dhe ndonjëherë i dhimbshëm. Por ja kishte vlejtur. Çdo lot, çdo konfrontim, çdo moment dyshimi ja kishte vlejtur. Sepse në fund, ajo nuk kishte trashëguar vetëm një kompani. Kishte trashëguar një mundësi për të provuar se një botë tjetër ishte e mundur, ku njerëzit vlerësoheshin për atë që ishin, jo për atë që zotëronin. Dhe kjo ishte një trashëgimi që synonte ta nderonte çdo ditë të jetës së saj.